Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Kjo fushatë zgjedhjesh që kemi përpara për në 11 maj, po kalonte në një mënyrë letargjike kur pa pritur vjen një lajm i rëndësishëm që Partia Demokratike relativisht e varfër befas lëbon që njerëzit pranë Trump, avokat, studio avokatie pranë Trump, shumë e fuqishme, me një kontratë që shkon dobon për Partinë Demokratike dhe problemet e saj me një kontratë që shkon deri në $6 milion. Abje madhe edhe, me të shumë njerëz habiten dhe jo se këtu nuk argjohen para. Me shumicë argjohen, por kemi të bëjmë me një moment formal të dukshëm që kjo parti ka firmosur për $220 ose $250.000 në muaj i bie në këtë rast. Dhe ne do të përpiqemi sa do pak, aq sa mundemi ne ta ndriçojmë për shikusin këtë ngjarje. Të ftuar në studio do të jenë zoti Presh Zogaj. Faleminderit zoti Zogaj, Dernis Dynjaja. Faleminderit Klodian Tomari. Ti themi këto ofiqe dhe i oqja unë këto për sot. Antona Bilekaj. Jeni në studio, nëse në lidhje direkt do të jetë Klodiana Lale, gazetare drejtuese në Shënjestre etj. Ti themi këto se janë jashtë studios. Po kjo do të jetë pak minuta, kalemroj do jetë pak minuta me vonesë, nuk e dim. Pse po? Do ka dhe vonesa njeriu, do të që ka. Arlin Qori do të jetë me ne, kryetari i Lëvizjes Bashkë, i cili do të komunikojë disa minuta, dhe pastaj do të largohet në punët e veta, dhe Jordan Daci, avokat i njohur, i cili do të na japë një shpjegim juridik për këtë problem. Kalojmë tani me njëherë, PD pra refuzon të bëjë transparente për lobimin $6 milion dhe ka ndaluar të gjithë njerëzit të vinë edhe në emision. Me të drejtën. Unë e kishim një njerëz të rëndësishëm tyre për të ardhur këtu, por ai rrethorës 11 lajmëroi që ne kemi marrë një vendim, është vendim politik i partisë dhe punë e tyre se fushat elektorale, kemi marrë një vendim tha që nuk do të jem në Belin Klliçin kishin, por partia kishte marrë vendim që nuk do të ishin dhe u trojë në momentin e fundit sepse partia dha urdhë siç thamë. Ja ta ndjekim pak a shumë çfarë partia ka thënë. Sinkron. Rama është i tmerruar nga humbja e afër dhe dështimi i përpjekjeve të tij korruptive për të shkatëruar dhe izoluar Partinë Demokratike. Sot ne jemi më të fortë se kurrë sepse kemi për strateg të fushatës Chris Lacivita, konsulentin e presidentit Trump. PD sot është më e fortë se kurrë sepse ka për avokat të kauzave të saj avokatin e presidentit Trump. Në këto kushte, përqendrimi i medias me urdhër të Ramës te tema e kontratës është një përpjekje për ta shpërqendruar fushatën tonë dhe tërhequr vëmendjen e publikut nga dështimet e Ramës në 12 vjet dhe mungesa e ofertës. Duke qenë se fushata e PD-ASHM ka ngjitur, do të ishte gabim strategjik nëse ne do të ndihmonim qeverinë për të larguar vëmendjen nga thelbi i fushatës, që është programi dhe oferta ekonomike. Pas konsultimeve me ekipin amerikan është marrë vendimi politik që asnjë përfaqësues i PD-ASHM të mos dalë në media për këtë temë. Partia Demokratike e ka dhënë variantin e saj final për këtë çështje në një deklaratë të bërë të shtunën. Fitoria është afër dhe ditët e Ramës janë të numëruara. Kryetari i PD-ASHM, profesor Dr. Sali Berisha, fton të gjithë demokratët brenda dhe jashtë Shqipërisë të angazhohemi fuqimisht në 2 javët e mbetura të kësaj fushate për të arritur qëllimin final, Shqipërinë madhështore. Faleminderit. Punë të mbarë dhe fitore. Pra, e jemi rikthyer dhe ky është qëndrimi i Partisë Demokratike. Më do të futim tjetër publicitete të tjera, por pra, siç e ndoqëm, ishte pjesa fundore ishte momenti kur Partia Demokratike kishte vendosur që për të mos dalë në emisione televizive, por ne jemi të detyruar të bëjmë transparente atë çka ndodh. Pra jemi në mes fushatës elektorale, zbulohet që është firmosur kontratë $6 milion për lobimin e Berishës dhe PD refuzon të flasë. Madje thotë që është edhe që këto emisionet tona i ka caktuar Edi Rama. Tani kjo mender nuk ka kështu bë që ta mbaj këtë. Po hajde varja. Nëse kjo është një kontratë e pastë dhe konform ligjit, atëherë pse? Çfarë lidhje ka? Dhe këta e kanë të shkruar, e kanë formale, nuk është se kanë marrë para kështu, ata formalisht e kanë bërë, është e hapur. Tani zotë Mori, çfarë është kontrata e lobimit PD, sa para do të paguen dhe kush i paguan, sa më shkurt, ju jeni njeriu, unë ju kam thirrur sepse jeni
njeriu që e keni publikuar i pari këtë moment, këtë vendim? Është një kontratë e cila gjurmën e parë shkresore e ka në datën 30 mars, në një letër këmbim, po themi, mes kompanisë Continental Strategic dhe zotit Nureddin Seci, i cili aty del si përfaqësues i një fondacioni shqiptar Make Albania Great Again, dhe më pas është firmosur në datën 4 prill edhe nga sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka. Kontrata është e tillë. Partia Demokratike në rolin e klientit ka kontaktuar përmes atij që i thot fondacioni Make Albania Great Again, një fondacion shqiptaro-amerikan, një kompani lobimi të quajtur Continental Strategy, e cila është apo zotrohet nga njerëz që janë shumë afër presidentit Trump, kundrejt një pagese mujore prej $250,000, me qëllim që kompania e lobimit të loboj pranë qeverisë amerikane dhe pranë Kongresit Amerikan në emër të partisë dhe për llogarit të Partisë Demokratike. Në aspektin financiar, afati i kontratës është 2 vjeçar, por brenda kontratës ka një klauzol e cila thotë se në rast se e njëra nga palët dëshiron, mund ta ndërpres kontratën pas 3 muajsh. Pra, paguen 3 muajt e parë paguen që në momentin e nënshkrimit të kontratës, pra $750,000 janë paguar nga Partia Demokratike ndërkohë, por ndërkohë, nëse Partia Demokratike do ta ndërpres kontratën pas 3 muajsh nga momenti i nënshkrimit të saj, njofton pas 60 ditësh kompaninë që Dhe kontrata ndërpritet. Ndërpritet për 3 muaj dhe mbetet kjo shumë e paguar. Tani cilat janë shërbimet që kompania do të ofrojë? Sigurisht që kjo është një kontratë përmes të cilës Partia Demokratike kërkon akses në Washington, në majën e pushtetit të shtetit Amerikan, në majën e hierarkisë së shtetit Amerikan, në qeverinë amerikane dhe në shtëpinë e bardhë. Për shkak se kjo kompani që do lobon një klasë është e lidhur me presidentin Trump. Shumë ngusht, të gjitha ata njerëz janë pjesë e rrethit ngusht të Donald Trump. Është avokati i tij, është vajza e shefes së tij të fushatës dhe tani është shefe e kabinetit vet, dhe ish shefi i shtabit të sekretarit shtetit Marco Rubio. Marco Rubio, po? Dhe një nga shërbimet e para sipas kontratës që kompania e lobimit ka ofruar për llogarit Partisë Demokratike ka qenë krijimi një kontakti telefonik me Dan Holler, i cili është sekretari apo shefi i kabinetit të sekretarit Rubio. Pra, kontakti i parë ka qenë me sekretarin e Departamentit të Shtetit, i cili sigurisht është njeriu që ndjek politikën e jashtme në qeverinë amerikane. Kjo është përmbledhjas thelbi i kontratës dhe sigurisht që këto janë kontrata të cilat kjo nuk është kontrata e parë që bëhet nga një parti politike shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, potencialisht është më e madhja e bërë ndonjëherë, sepse nëse do të ezaurohej për gjitha fatin e vet 2 vjeçar, sigurisht që do të ishte një shumë për $6 milion që bën atë praktikisht kontratë më të madhe, por ne nuk mund ta themi dot këtë që do jetë 6 milion me 100%, sepse ka koha realizimit është 2 vjet. Koha e realizimit është 2 vjet, por gjithmonë është instrumenti i ndërprerjes parakohet nga secila palë me vullnetin e tyre. Atëherë, nëse mundet të regjia më ndihmon me avokant Dacin, pastaj me Klod Lalën dhe sidomos me Arlind Qorin, që do të jetë një pjesë të ne. Me avokatin jemi në lidhje? Jo. Atëherë, bëjni zë avokatit që të filloj gradualisht të paraqitet, sepse do jetë në momentet e para dhe unë do kem punë më pas me studion, me njerëz që kanë ftuar këtu, por kërkoj ndihmë nga pjesa tjetër e jashtme, që ndryn, dhe jam i qartë pse e kërkoj këtë gjë. Është një jurist në këtë rastin konkret dhe nëse s'paku ka bërë ndonjë lëvizje deri sot
që do të ma sjellë Klodiana Lala. Nëse e kemi Lalën atëre, ajo tha do të paraqitet shumë shpejt, ma paraqit në lidhje. E kemi apo jo? Eshte? Jo, 1 minutë. Do dhe 1 minutë. E po mirë. Do dhe 1 minutë. Okej. Kush më spjegon nga ju më tani, çfarë është fondacioni që është përdorur në SBA dhe mbi të gjitha njeriu Nureddin Seçi që e ka firmosur. Nureddini është një alpinist, dëgjova unë, që ka ngjitur malet e kështu, dhe del ai që ka firmosur këtë kontratë. Nuk e ka firmosur kontratën Partia Demokratike. Jo, Partia Demokratike e ka firmosur. Ju përgatituni edhe një herë të bëj shenjë stafit që të njerëzit e ftuar të jenë në momentet e para të emisionit dhe më pas ata përfundojnë me mua dhe largohen. Por më duhen në fillim, jo në fund. Pra, më bëni shenjë kush është. Arlind Qori. Arlind, faleminderit. A je mirë? Mirëmbrëma juve. Mirëmbrëma. Ju u bët me dije për këtë problem? Po, e mora vesh nga rrjetet sociale. Shiko, shumë njerëz nuk Arlind të thirr aty, sepse shumë njerëz nuk duan të flasin. Më kupton? Ti zakonisht... Po, kush e di, kanë gjëra për të fshehur ndoshta. Zakonisht ti nuk përton të flasësh për këto, për gjitha llojet e gjërave, dhe unë kjo është arsyeja që të kam thirrur. Çfarë mendon për këtë? Partia Demokratike në mënyrë të hapur, ta themi këtë rast, se para në mënyrë të mbyllur e kështu bën pazare gjithandej të pafundme, por në mënyrë të hapur, legale, ka bërë një kontratë $6 milion, do me thënë për të lobuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës në një studio shumë të rëndësishme, që është studio që ka ndihmuar avokatisë Donald Trumpit, presidentit sotëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju si e mendoni këtë moment? Tani këtu ka disa probleme. Pikë pari unë mendoj që lobingu, sidomos lobingu me para, nuk është fare i shëndetshëm për demokracinë. Është një mënyrë e gërryerjes dhe e korruptimit të demokracisë në vendet e zhvilluara, lere më në vende si Shqipëria. Unë besoj te një politikë ku partitë politike marrin mbështetje autentike nga qytetarët dhe përfaqësojnë besnikërisht interesat e tyre. Problemi i dytë ka të bëjë me shumën jashtëzakonisht madhe të parave, $6 milion mos gaboj, dhe çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë i lind pyetja, ku gjenden këto para? Kush janë këta donator bujar që japin një partie politike në Shqipëri $6 milion për të bërë lobing. Edhe sikur këta donator të jenë qytetar pa probleme me ligjin, mua prapë më duket se donacionet të tilla më tepër shërbejnë për të blerë vullnetin edhe aksionin e ardhshëm të partive politike, se sa për të bërë politikë të shëndetshme. Nga ana tjetër, unë dua të vendos në antitezë me çfarë ndodh në Shqipëri, jo vetëm rastin e Partisë Demokratike, sepse kjo doli sheshit, por gjëra të ngjashme ka bërë edhe Partia Socialiste. Kujtoni se si zoti Rama ka paguar lobist për të dalë në fotografi me ish presidentin Obama, që dhe për mua diçka e tillë ka qenë e papranueshme. Mirpo, dua ta vendos në kontrast këtë praktik me atë që ne bëjmë në lëvizjen bashkë. Mua kur më ndalin dashamirës në rrugë, nganjëherë dhe njerëz që mund të jenë me të ardhura mbi mesatare dhe më pyesin, kemi dëshirë të kontribuojmë financiarisht për lëvizjen bashkë se besojmë te programe juaj, te qasja juaj. Unë i përmend jo vetëm ligjin e financimit partive, që vendosin tavan prej 10 milion lekësh vjetra për financimin e partive, por unë e vendos këtë tavan shumë më ulët, gati për tokë pare, kur i them dashamirësit tonë që për ne maksimumi i donacionit që do të ishte udhës të kontriboni për lëvizjen bashkë, do ishte 100.000 lekësh vjetra. Sigurisht që tek tuk ndodh që në i dashamirës të të kontribuojë dhe diç më shumë se aq, mirë po standardi ynë është pikërisht ky. Politika me minimumin e shpenzimeve, me maksimumin e transparencës dhe me nxitjen e solidaritetit qytetar. Po ju them përsëri, se ne jemi për ditë në fushat, kemi printuar disa fletushka të thjeshta, edhe i shpërndaj në komunitetet e qytetarëve. Më besoni kur ju them që kur takoj një qytetar që më thotë, shiko, unë e kam ndarë mendje të votoj për një parti tjetër, por fletushkën po ta marr për respekt, unë zakonisht i përgjigjem që kemi probleme, po. I kemi aq të kufizuara burimet, sa që më mirë po e marr unë fletushkën me vete dhe po e jap një qytetari tjetër, sepse na dhem shumë edhe një fletushk kur nuk shkon në destinacionin e duhur. Tani, kur lëvizja bashkë bën një fushat të tillë,
edhe gjenë sigurisht për krajën e qytetarëve. Pyetja shtrohet pse partitë e tjera që kanë dhe financime nga buxheti i shtetit, se mos harroni, partitë si PS-ja apo PD-ja kanë përshtypjen marrin qindra mijëra dollarë nga buxheti i shtetit çdo vit. Që do thotë nuk janë pa gjë fare. Përse ju duhen ka shumë para? Ç'është kjo garë se kush shpenzon më shumë para dhe askush nuk jep llogari përpara institucioneve ligjbatuese, askush nuk jep llogari as para qytetarëve. Për mendimin tim kjo smundje është më e gjerë se fatkeqësisht se Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, sepse ajo që kanë vënë ditë e fundit është që edhe partitë sapo krijuara shpenzojnë shuma të paarsyeshme. Dol një raport se si një parti tjetër e re që shpenzuar 20.000 dollar apo euro më duket në një muaj për sponsorizime në Facebook. Tani si ka mundësi themi, ku i gjejnë parat këta? Mund dalë dikush dhe të thotë unë jam biznesmen dhe hedh parat e mia. Por prapë dhe kjo nuk bën sens. Se personat Arlind, do të jemi pak të kaloj pak unë bëj një pyetje avokatin se mund edhe Lalës dhe të largohen ata nga që do të jenë në lidhje dhe bashkë do vijojmë minuta të tjera. Deri këtu jemi okay se ti edhe çuditesh për këtë, për shkak natyrës partisë që ke të gjitha, partisë që keni ju e të gjitha dhe ju habite se në erën e kaluar kur qenë studios ti the për 10.000 dollar tani e konsiderove një shifër të jashtëzakonisht të tmerrshme në një bisedë sipër që bëmë ne këtu dhe po habitesh shumë se si mund të gjendeshin ato 10.000, dakor, e kuptova, por ndërkohë të pyes këta dy unë, edhe do vijojmë dhe bashkë. Do thoni ju, Edi Rama i pi vera aq dollar, dakor. Tani të kalojmë te ju lutem më ndihmon me Lalën po. Lala. Kam pyetje shumë të thjeshta dhe i dua në mënyrë deklarative dhe sa më profesionale ti e bën këtë punë. SPAK deklaroi se ka nisur verifikimet për këtë çështje. Çfarë keni arritur të mësoni, çfarë mund të jetojë SPAK në këtë rast? Çfarë verifikime ka nisur? Se do pyes avokatin më pas. Po, Leo Spari që të të kërkoj falje për vonesën, për shkak të angazhimi. Mirë bere kishe punë. Kështu që kisha një gjë shumë urgjente. Megjithatë, në lidhje me pyetjen tuaj, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ditën e dieshme ka deklaruar zyrtarisht përmes një njoftimi të shkurtër për shtyp që ka nisur verifikimet zyrtare sa i përket kontratës Partisë Demokratike, pra kontratën që kjo parti ka lidhur me një kompani lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet theksuar dhe duhet ta sqaroj për opinionin publik, ligjërisht kontratat për lobim në Shtetet e Bashkuara janë të ligjshme. Në rastin konkret janë dy problematikat të cilat kurreton SPAK dhe më pas hetimi do duhet ta sqaroj nëse ka patur ose jo shkelje të ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Sa i përket pikës së parë, bëhet fjalë për një kontratë e cila është lidhur me një afat 24 mujor, pra rreth 2 vite. E shpjegoj Tomori. Po, dhe për gjatë këtyre 2 viteve do paguhet një shumë në total prej shuma e cila është deklaruar dhe normalisht i bie që së pari prokurorët do të shikojnë nëse ka patur, pra cilat janë të ardhurat që janë përdorur për të paguar kompaninë lobuese. Është deklaruar të paktën deri më tani që bëhet fjalë për Magën, është një fondacion i cili sipas të dhënave të deri tanishme është financuar nga shqiptarët e Amerikës, por deri më tani kjo gjë nuk është hetuar nga ana e prokurorisë. Së pari, ajo çfarë duhet thënë lidhet me këtë fakt. Në fakt, duhet që prokuroria amerikane ose autoritetet amerikane të hetojnë sa i përket shkeljes ose jo të ligjit atje. Megjithatë, mënyra e financimit të kësaj kontrate lobuese është pika e parë që do të hetohet nga ana e prokurorëve. Çfarë do të nxjerrë hetimi, këtë nuk jam në gjendje ta them. Dhe pika e dytë ka të bëjë me objektin e kontratës. Ligji për partitë politike dhe ligji për për kohën e fushatës zgjedhore ndalon së pari financimet nga jashtë dhe së dyti ndalon lobimin për arsye elektorale. Dhe përmbajtja e kontratës, edhe pse deri tani është thënë që ka të bëjë me rindërtimin e marrëdhënieve mes administratës Trump dhe Partisë Demokratike, për shkak se ne i dim problematika që ka patur kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha në raport me Shtetet e Bashkuara për shkak se është sankcionuar non grata, për shkak se ka patur nuk është lejuar. Nuk është vetëm për non grata, është përgjithësi për lobim për Partinë Demokratike. Pikërisht këtë po sqaroj. Pra, ideja është që ajo, unë e thash, sipas kontratës së bërë publike deri më tani, ka të bëjë me rindërtimin e marrëdhënieve mes
administratës së presidentit Trump dhe Partisë Demokratike. Por, kontrata mund të ketë shtojca ose anekse të cilat mund të japi një panoram tjetër. Pra, për opinionin publik me fjalë të thjeshta është që kontratat lobuese janë të ligjshme dhe çdo parti apo subjekt politik ka të drejtë të lidh kontrata lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këto kontrata lobimit, sipas ligjeve në Shtetet e Bashkuara, deklarohen në faqen përkatëse pranë Departamentin Përkatës atje. Nga ana tjetër, ajo çfarë bën interes për prokurorinë shqiptare dhe që sigurisht për pjesën shqiptare ka të bëjë pikërisht me këtë fakt. Cili është burimi i parave, sepse bëhet fjalë për një shumë të konsiderueshme, kush është personi që është ndërmjetës ose garant. Pra, deri tani deklarohet Nureddin Seqi, pra çfarë përfaqëson ky personazh, cili është interesi i tij, pse është garant në rastin konkret. S'është pak a shumë si një kredimarrje. Pra, unë marr një kredi në bankë, në momentin që nuk e shlyej dot këtë kredi, kam një garantor. Dhe personi pra shqiptaro-amerikani Seqi në këtë rast ka hyrë garantor, nëse do ta them në këtë mënyrë, në rast se nuk do të pagueshin parat për kompaninë lobuese. Pra, këto janë dy pikat që po hetojnë prokurorët. Po ky nuk është një hetim i zakonshëm, pra një hetim që mund të bëhet sa hapen mbyll syt. Sepse spari prokuror do të thrasin zotin Noka për të dhënë shpjegimet e tij nëse konstatojnë gjatë procesit verifikues që ka të dhëna apo indicie për shkelje të mundshme penale, këtë nuk di ta them nëse kjo kontratë është ose jo në shkelje të ligjit, sepse këtë bën prokurorët në një afat të shkurtër prej 18 ditësh dhe konstatojnë nëse ka element veprës penale për të nisur një hetim të thelluar, më pas mund të kërkohet kontrata zotit Noka që është një nga firmëtarët, nëse nuk arrihet të sigurohet nga burime brenda vendit, i kërkohet përmes letër porosisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës pra autoriteteve ligjzbatuese atje, çka do të thotë kjo letër porosia që kjo letër porosi të zbatohet. Problemi është për shembull që Lulzim Basha nuk u dënua penalisht sepse u vonua kjo letër porosia. Se Basha kishte ikur. Jo, nuk ishte të bënte me atë. Dëgjoj, atëherë zoti Rakipi ka qenë një histori tërësisht tjetër, sepse në rastin e zotit Basha kishte dyshime për financime të bëra nga Rusia. Pra, një kompani e cila pretendohej që kishte përfitues fundor shtetas rus. Pra, është një situatë krejt tjetër. Kjo që është ka specifikat e veta. Pra që po diskutojmë tani. Por ka specifikat e veta në rastin zotit Basha. Për të konkluduar, atëherë prokurorët, unë nuk mendoj që do kemi një histori hetimi penal që mund t'japi rezultate të shpejta, edhe nëse do shkoj drejt një hetimi të plot dhe të thelluar, do duhet të shkoj të merret përmes letër porosisë kontrata atje, do duhet shikohet kush janë donatorët, kush janë shqiptaro-amerikanët, të cilët kanë hedhur para në këtë si donacion në këtë fondacion që është krijuar për ta bërë sipas tyre Shqipërinë më të madhe dhe më madhështore, cili ka qenë interesi i tyre, a kanë ato të ardhurat të ligjshme. Pra është një histori e cila sa i përket aspektit penal nuk besoj që të paktën në harkun kohor të një viti do të ketë penalitete sa i përket Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka deklaruar kush cilët janë dhuruesit e këtyre parave? Komuniteti shqiptar në Amerikë. Jo, sepse sipas ligjit, pra ka thënë vetëm në mënyrë të përgjithshme, është krijuar 6 ditë para se të amerikanët, por nga ana tjetër 7 ditë përpara se sa të bëhet edhe lidhja e kontratës. Falë një sekundë, o Klodi, se aspektin ligjor po shikojmë në Shqipëri apo po shikojmë aspektin politik? Ne po shikojmë që 6 milion dollarë. Unë po shikoj vetëm aspektin ligjor, sa i përket aspektit politik, kjo kontratë mund të rindërtojë, mund të ngrej nga e para marrëdhëniet e Partisë Demokratike me administratën Trump, unë kam në gjendje të bëj një analizë të tillë. Jo, do flasim djerësi. Po jo, se vori që Spaku thot ka të drejtë, thot, kur ka fonde financime, nuk lejo financime të uaj. Po duhet t'i deklarojnë, për shembull. A duhen deklaruar këto para në KQZ? Në sekundë nuk burë të flasë pra kënë tani. Atëherë. Po do flasim të gjithë tu mo. Në sekundë të flasë, në shlotin të kuptojmë. Të kuptojmë që që se tani ajo. Do iki pastaj. Tani, këto financimet e uaja, i the vetë, apo të ka thënë Spaku që janë bërë financimet uaja? Nuk thash në asë një moment që Spaku apo unë. Unë thash metodologjin të cilën... Spaku se nuk lejohen financimet e uaja. Spaku qa duhet tojë? Se Spaku ka... Zotri, nuk që të tosh duhet zosh kërë e ligjit. Enton, të lutem se jam... Atëherë, Enton, unë nuk thash që Spak ka nisur një hetim penal. Për çfarë? Për çfarë është hetim penal? Që ka nisur... Për shkeljen e ligjit. Po të lutem më lërë ta mbaroj, nëse më lë, sepse... Nuk kanë... Po na thuaj ku shkeljen e ligjit,
Që ta kuptosh dhe të marrë informacion, Po kush e tha që ka shkelje ligji? Kush e tha që ka shkelje ligji? Unë thash. Qa bueton spagu? Zotri, po ti duhet ta dëgjosh deri në fund logjikën dhe fjalinë dhe pastaj të kundërshtosh sepse po bie vetëm me këmbët e tuaja. Po s'po bie asgjë, unë vetëm po pyes. Prokuroria Po bie unë duke pyetur. Atëherë, prokuroria, ma dëgjoj përgjigjen atëherë. Prokuroria e posaçme ka qelur një proces verifikues. Mbi të cilin do shikoj nëse ka të lutem tani më lër ta mbaroj fjalinë, nëse do të ndrysh do fjalë, mbaroj atëherë, mbaroj një që të flasun. Ja, vazhdo. Atëherë, zoti Rakipi më bëri një pyetje dhe më tha, a duhet që Partia Demokratike ta kishte deklaruar këtë kontratë lobimi të lidhur me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Dhe ju nuk e dëgjuat përgjigjen time. Duke qenë një kontratë shërbimi, Partia Demokratike nuk është brenda afateve ligjore për ta deklaruar këtë kontratë. Dakord? Pra në këtë aspekt nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm të dëshmoj apo të tregoj që Partia Demokratike e ka fshehur këtë kontratë lobuese me Shtetet e Bashkuara, ose nuk e ka deklaruar si shpenzim. Ajo çfarë unë thash më herët është, SPAK është duke kryer verifikime. Nëse këto donacione janë dhënë në kuadër të fushatës elektorale, çka ligji e lejon që kjo të ndodhë, dhe unë nuk e di nëse kjo ka ndodhur në këtë kuadër, dhe këto duhet ta dëshmojë jetimi dhe kjo është duke u parë. Në SPAK-u i ka dhënë informacion që këto donacione janë dhënë apo jo, nga jashtë. Është informacioni SPAK, sepse është e rëndësishme ta kuptojmë. Nëse SPAK-u e quan donacion apo jo këtë. Anton, po pra, po SPAK-u po ta dinte nuk çelte një proces verifikues, po ta kishte të qartë këtë gjë. Ka kontrata online. I ndryshëm të lutem se nuk jam Alfin Dumani dhe as prokurori çështjes. Jam një gazetare që Jodi, përfundojmë bashkë, vetëm mbaroj emisioni këtu. Atëherë, unë kam kohë një orë gjysmë. Duhet ta Antoni se ka një problem shumë të madh në mënyrën e të kuptuar. Marrim informacion dhe ne vazhdojmë, ti thuaj gjitha gjërat. Nuk e zgjidh Klodi këtë punë. Informacionit nga SPAK-u, do SPAK-u e quan donacion. Po unë jam prokurori i çështjes. Atëherë, nuk e ka të qartë, pra këtë po të themen ton sepse po kërkoj një gjë që unë nuk jam në gjendje të jap përgjigje, po të them, është duke kryer verifikime, sepse nëse do të ishte donacioni huaj, zoti Noka nuk do të ishte jashtë, do të ishte me pranga brenda në burg. Pra, po të sqaroj dhe po të them që procesi i verifikimit, se po të ishte SPAK-u i bindur, apo unë dhe ju nuk do të ishim duke bërë këtë diskutim. Atëherë, dy janë momente që janë të dyshimta dhe po hetohen. Sa i përket aspektit politik, unë ngrej duart lart dhe nuk mund të jap asnjë lloj argumenti se nuk marr përsipër të bëj një analizim për gjëra të cilat nuk i njoh detaje. Sa i përket procedurës ligjore, po të them, dy janë momentet. Një, cilët janë njerëzit të cilët kanë bërë donacion dhe a lejohet kjo, sepse aty është bërë një fondacion. A lejohet kjo? Këtë është duke parë SPAK-u. Dhe nëse kjo është e ligjshme, përfundon procedura e verifikimit. Nëse ka element veprës penale, regjistrohet procedim penal me veprat penale përkatëse e para. E dyta mund të ndodhë që është një histori e kryer tërësisht, pra një vepër penale ose nuk ka fare vepër penale, e kryer në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk është kompetencë e prokurorisë posaçme. Prokuroria e posaçme, për ta përmbyllur me këtë fjali, ka një procedurë të qelur mbi bazën e të dhënave të bëra publike në media. Nuk ka një kallëzim penal në rastin konkret. Ka sikur se ndodhi në rastin e Basha. Çfarë do t'jap hetimi është një histori. SPAK-u do çajse. Faleminderit. Falenderoj shumë. Kishe diçka tjetër unë, po s'ka lidhje me këtë temë dhe nuk duhet të shpërndahemi, nuk po e bëjmë. Për dikë tjetër që ishte prokurori. Okej, faleminderit shumë, shifemi në emisionin tjetër. Me avokatin të lutem. Avokat, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirje. Faleminderit. Të shumë është ndetë mirë. Se duhet pyetur për gjithçka në ditët që jetojmë, e kupton? Shëndeti gjëra. E vërtet. Edhe unë gëzohem që u shoh mirë gjithë atje. Jemi te lobimi. Zoti Daci, tani ju jeni në dieni të gjithë kësaj të këtij problemi që ne paraqitem. Tani unë ju pyes si avokat, a ka shkelur ligjin Partia Demokratike në lobim? Kontratën nuk e ka firmosur PD, po përftues prej saj është PD dhe Berisha. Nëse në rastin konkret, ligji ndalon financimet e partive politike shqiptare nga burimet uoja. Ja ta them. Normalisht kjo është një kontratë që në kohën e romakëve njihet si formë, kontrata do bëj një personi tret, pra një person bën një kontratë me dikë tjetër dhe përfiton nga kjo kontratë një tret. Në këtë aspekt, asnjë gjë të paligjshme si formë kontrate nuk ekziston.
E vetmja gjë, pra me informacionin që u kam deri tani nuk mund të themi që ka kryer shkelje ligji apo që është vepër penale. Okej. Padyshim që ligji për partitë politike në N 21 ndalon financimin e partive nga entitete private ose publike ose qeveri të huaja të partive. Që do të thotë kjo gjë është e prerë dhe kjo nuk mund të verifikohet përveç se nëpërmjet një procesi hetimi i cili për rastin konkret besoj për shkak edhe të vëmendjes së shtuar që ka marrë, padyshim që SPAK-u nuk do të thotë që do të gjej vepër penale se s'bën. Por është në detyrën funksionale të kësaj që të verifikoj nëse ka vend për të hetuar apo jo. Edhe nëse do të hasen pa rregullsi apo jo. Pra, deri tani në këto momente nuk duket që ka ndonjë paligjshmëri paktën në formë. Qartë. Pastaj, sigurisht, nëse kemi të bëjmë me financim të huaj ose jo për një parti të caktuar, këtu pastaj nëse do kemi konkluzione, padyshim që do ketë probleme. Por nuk më duket që ka ndonjë tregues që çon deri në këtë pikë në këtë moment, sepse duhet të varet në radh parë kontrata në radh parë duhet të ekzekutohet. Pra sot që ne flasim është thjesht një kontratë e cila ka disa premtime, por mundet të mos realizohet asnjëherë. Mund të rriqen palët nga kontrata, mund mos të ekzekutohet, mund mos të ekzekutohet 6, mund të ekzekutohet një sasi X parash, po themi. Kjo mbetet për tu pa. Gjithsesi, një problem i dytë është nëse do të quhet financim apo jo, dhe nëse do të quhet financim, sigurisht këtu do të i takojnë Partisë Demokratike për të bërë vlerësimet e duhura dhe për të dërguar themi njoftimin dhe deklarimin e shpenzimeve gjithmonë që do bëhen, sepse ajo 6 milion paktën si e kemi lexuar se dim sa është e vërteta, është në 2 vite, por ajo është diku rreth $250, mos gaboj, $250 në muaj. Kështu që do duhet që patjetër që të nënshtrohet edhe deklarimet nëse do cilësohet si përfitim apo jo. Pra, a duhet PD të deklarojë këtë pagesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Për mendimin tim, po, qoftë edhe për të mos lënë shkak për interpretim, edhe pse mund të haj interpretim nëse duhet apo jo, unë si njohës i ligjit gjithmonë kam rezervë, gjithmonë ja lë ligjit plus, jo vetës, që do të thotë që është në të mirën e Partisë Demokratike që nëse se mendon që duhet, ta bëjë transparente, ta deklarojë në KQZ, është më mirë se sa të fshirë si struci, një farë mënyrë. Pra, këto e në fakt që tashmë gjithë i din, dhe nuk mendoj se as Partia Demokratike ka në qëllim apo interes të fshet. Kështu që mendoj që është e udhës që të bëhet deklarimi. Është publike kontrata, nuk ka të... Po, avokat, thuhet që donatorët janë emigrantë shqiptarë që kanë paguar para për këtë çështje. A duhet të identifikohen këta njerëzit që kanë paguar? Po ato do identifikohen vetvetiu, sepse nëse ato do jenë shtetas të huaj, jo shtetas shqiptar, automatikisht do cilësohet si ndihmë marrë nga persona privat të huaj, gjë e cila është ndaluar. Kështu që ato detyrimisht duhet të kenë dhuruesit në këtë rast ose donatorët duhet të kenë se s'bën edhe shtetësinë shqiptare krahas asaj amerikane. Nëse jo, ato do të cilësohen si të huaj dhe do të kishin problem me zbatimin për ligjin. Themi qorin për të fundit që se do largohet ai diku tjetër, por kishe gjë për avokatin? Avokat, mi mbrëma, Denis Rynjaj. Unë kam lexuar pak edhe legjislacionin amerikan edhe legjislacionin tonë. Në fakt, po ta shikosh on block, detyrimi për çdo donator është në Amerikë. Pra, donatorët bëhen publik në Amerikë, nuk është detyrim për Shqipërinë që të bëhet deklarimi i donatorëve. Për sa kohë, lobimi ndodh atje, pra shërbimi ndodh atje, parat derdhen atje. Nuk ka asnjë marrëdhënie që lidh praktikisht Shqipërinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë veprim. E gjithë pjesa tjetër pastaj, kontekstit të politik, apo, si me thënë, një lloj morali, është një histori tjetër. Këtu jemi në kontekstin e moralit dhe të politikës që gjykohet subjektivisht nga të gjithë ne. Për sa i përket ligjit, praktikisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ekziston detyrimi ligjor që çdo kontributor të japi shifrën përkatëse. Po s'ka rëndësi, ajo është kontratë tjetër gjë. E kuptova. Ajo është kontrata që ti përfiton lobimin, po nuk ke përgjegjësi për pagesën. E kuptova. Atëherë, ligji kur thot ndalohet financimi mund të jetë shumë llojesh. Mund të jetë në natyrë, mund të jetë në para, por pavarësisht se si vihet emri, Partia Demokratike është përfituese e një shërbimi. Në këtë aspekt, do të duhet që të justifikoj
përfitimin që po merë Jo, në një raport me sekund. legislacionin shqiptar. Duhet jemi korrekt. Ne duhet dim cilësisht objektin e kontratës për të thënë nëse është Partia Demokratike përfituese apo është përfitues një subjekt tjetër, fjala vjen që mund të jetë zoti Berisha, se unë kam një opinion tjetër komplet, që kontrata është ekskluzive Unë nisem vetëm. nga përmbajtja e kontratës, pastaj se kush është atje përfituesi fundor, do të ta zgjidhin vetë ata. Praktikisht, e gjithë ndodhia edhe ligjore, po ndodhë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht se si shkon... Po jep efekt edhe në Shqipëri. Po, ajo mund t'japi efekt edhe në Qipro, po jo detyrimisht efekti i vendeve tjera ose subjekte nuk e lidh. E kuptova shqetësimin, por mos harrojmë që përfitimi mbetet në Shqipëri, nuk ka rëndësi. Ktu me këtë logjik është i nënkuptuar. Është i nënkuptuar. Jo, s'është i nënkuptuar, është efekti drejt për drejt. S'është faktik. Po ta jap një shembull tjetër. Ta jap një shembull tjetër. Po nuk është faktik, po nuk ka pagu Partia Demokratike. Jemi ne duke thënë. O Denis. A mund ta sqarojmë përgjigjem një shembull tjetër. Po fal. Me një shembull tjetër. Ja, e kemi rast katër, mos po them asgjë çuditshme se është thjesht fare, më fal avokat. 4 milionë gjys kanë dhënë subjektet politike shqiptare ndër vite nga Shqipëria që kanë lobuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Midis tyre LSI-ja është subjekti më i madh që ka paguar direkt. Dhe një nga shifrat e 700.000 euro që ka dhënë që është netime dhe Ilir Meta. Pra kjo është efekti direkt, pra që lidh Shqipërinë me Shtetet Bashkuara. Efekti ka edhe një formë tjetër. Jemi në fushat elektorale. Partitë bëjnë spote publicitare etj. Po. Qa do ndodhte nëse një subjekt i huaj do pagunte një subjekt huaj i cili do prodhonte spote publicitare të cilat do të ishin drejt për drejt financimi tërthor, drejt për drejt për një parti këtu, a do duhet deklaroheshi? Kur ka kontratë po. Kur ka kontratë të lidhur me objekt qartë po. Do jetë njëta kontratë. Nëse përfituesi është me objekt qartë po. Objekti do jetë diçka tjetër. Deklarimi është tjetër çështje. Një sekond, zoti avokat. Të mos bim në sofizëm. Zoti avokat. Unë mendoj që Partia Demokratike i ka gjithë njohuritë e duhura dhe njerëzit e duhur për të bërë vlerësimet e duhura. Unë si Jordan, nëse do isha personi që do merrja vendime, patjetër që do i deklaroja një për të qenë rregull me ligjin për partitë politike. Shiko si është. Pastaj, tu kemi ndodhi që kanë ndodhur pa fund dhe si kanë bërë. Tu mund mos ndodh asgjë. Deklarimi bëhet në fund të çdo viti, pra duhet bërë ligjërisht në 2025. Atë deklaron Partia Demokratike se çfarë ka përfituar ose jo. Nëse. Ky nuk është financim direkt. Tani po realizojë ligjin. Ndalohet ndihma financiare dhe materiale nga qeveri dhe nga ente publike ose private të huaja, një sekond, si edhe nga ente vendase publike ose në pjesëmarrjet kapitalit shtetëror. Lejohen dhuratat dhe ndihmat nga parti ose individ ose fondacione. Lejohen dhuratat ose në kjo është dhurat në natyrë. Pra, ata kanë thënë ne do japim këto para. S'ka kufizim. Ja dhurojmë. S'ka kufizim fare nga vjen dhe si vjen. Ka shumë, lexoj Neni se ka shumë Neni. Jo, nuk ka kufizim. A gjen Neni kush kufizim? Nuk ka kufizim, jo. S'ka kufizim. Neni 21. Nuk ka kufizim. Qartësove gjë. Kjo është dhuratë në natyrë. Jo, se ke kuptuar. Po jo pra, a ke kuptuar? Jo, po se kur vim me detyra dollar është nuk qartësojmë gjë. Një sekond, të sqarojmë të flasim $100.000 është ndihma direkte, 100.000, 1 milion lekë të vjetra. Donacioni direkt. Është donacioni direkt që kufizohet. Nuk është një dhurata në natyrë që kufizohet. Pra, nuk ka asnjë kufizim. E vetmja gjë është deklarimi. Deklarimi është bërë. E para njerë për transparencë. Avokat do më presësh në faqen e farës që ka dalë në Shtetet Bashkuara. Është detyrim atje. Është detyrim atje. Një minutë, ju lutem. Dyta është që e ka pranuar Partia Demokratike dhe ka Anton, të lutem. Avokat do më presësh. Jo, të lutem avokat. Do më presësh sepse do të largohet një studio tjetër Alin Qori që ja ndërpreva fjalën për shkak të një shprishje që patëm, të një rregulli që u prish pak në fillim dhe pasi publiciteti fare të shkurtër unë do të fut ty për të konkluduar me kolegët. Okej, dakor. Zotin Qori për konkludimin e tij, pasi tha, ju lutem, bëni një përpjekje për të lidhur me Zotin Qori. Nëse mundeni, e kemi, po. Pra, tani të qetësohemi pak, Anton. Jo, s'ka dhe të flasim. Po flasim, s'po bëjmë shembull. Vetëm mos ja urojmë ligjërisht si është çështja. Po jam dakord. Kjo Partia Demokratike sigurisht nuk janë mbledhur budallënjt që të deklarojnë një kontratë
Ata kanë formalizuar. E kanë formalizuar. Logjike, po. Dhe sepse ata nuk i kanë rënë vetes tani, kanë dalë të vrasin veten, e kupton. Ata kanë formalizuar dhe kjo do të thotë ne do ta diskutojmë këtë edhe politikisht tani pak. Pavarësisht nga leximet e mëdha që ka bërë Denisi në pikpamjet ligjit. Ai kemi Qorin ose po se kemi përfundimin e mbyllit. Pse hyrë Spaku këtu mes? Spaku hyn sepse Serbia pse hyrë Spaku? Sepse Spaku e ka detyrim që të bëjë transparencë, ka detyrim të dalë djerën në punë për të tuar opozitën. Transparencë, po i caktuan punën dhe Spaku ti duhet dalë djerën në punë për të tuar opozitën ka. A është e mundur? Jo, më thoni jo po. Po hetojnë një gjë të ngjashme. Ç'po hetojnë? Atëre nuk është. Okej. Ore ata hetojnë më për opozitën e bën telef ata. Ata punë kanë se la Karaqeramës janë. Problemi është kanë një ndicje për ata. Këtë gjuhë. Është nuk e hap, atëre okej. Kemi përfunduar me Qorin. Kemi e hapi. Është vetëm 2 minuta, hajde. Atëre po, zoti Qori. Konkludo. Më dëgjoni? Po dëgjojmë, konkludo 3 minuta, 3-4 minuta. Ju thatë... Ajo që po thosha është që ne na duhet vërtet një politik komplet ndryshe nga kjo që kemi parë deri më sot. Lobimi nuk mund të jetë një alternativë demokratike, blerja e influencës përmes lobuesve dhe përmes parave që askush nuk e di se kush i jep është vërtet e patolerueshme. Nuk e di, më dëgjoni se nuk... Po, okej, dëgjoj. Ti nuk dëgjon. Vazhdoj. Jo, jemi okej. Po ju dëgjoj. Nuk ju shikoj, po ju dëgjoj. Kështu që shqisa e dur funksionon. Po ju thosha që na duhet politik vërtet ndryshe nga ajo që kemi parë deri më sot. Partitë politike në Shqipëri një pjesë të parave të vjedhura, një pjesë të parave të vjedhura e reinvestojnë pikërisht për t'i bërë makjazh fytyrës së tyre. Këtu pajtojnë kompani marketingu, blejnë lloj-lloj ekspertësh dhe në fund fare sigurisht përdorin edhe lobimin. Unë shpresoj shumë që t'jetë afër dita ku përfaqësuesit politik në Shqipëri të jenë me dinjitet, të mos paguajnë para as për foto, as për shtrëngim duarsh, as për 2 rreshta mesazh nga ndonjë përfaqësues i shteteve tjera apo institucioneve ndërkombëtare dhe ta kthejnë vëmendjen nga Shqipëria. Politika e vërtet bëhet në Shqipëri, politika autentike bëhet me qytetarët. Ne në Lëvizjen Bashkë kemi zgjedhur këtë lloj politike, që është të jetë modeste në mjetet, të jetë modeste financiarisht, por shumë e pasur një ide edhe jashtëzakonisht e fortë dhe e angazhuar në territor. Partive tjetra ka përshtypje ju ka perënduar koha edhe këto janë gjestet e fundit dëshpëruara sa të partisë që është në pushtet dhe që ka 12 vite që qeveris, aq edhe të partisë ende më të madhe të opozitës parlamentare. Po gjithsesi unë jam shpresplot se pas 11 majit në Shqipëri do të ketë një opozitë të re të vërtet me potenciale të jashtëzakonshme dhe kjo opozitë kam bindjen se do të përfaqësohet më së miri nga Lëvizja Bashkë. Arlind, unë falenderoj shumë që ndrytë, ju ishit me një obligim tjetër, unë ju troqja, për mbrëmjen e sotme, nga që pak njerëz flasim për këto problematikat të cilat janë mjaft të ndjeshme dhe të rëndësishme, sidomos në vendin ku ne jetojmë. Faleminderit dhe do të jemi në takime dhe linje. Unë falenderoj për mundësinë e her pas hershme që na jep, është e rrallë në spektri mediatik shqiptar, prandaj dy herë falenderoj. Për detyrë të bëjmë këtë punë, unë të falenderoj gjithsesi. Natën e mirë bashkë. Ne tani do të kemi fare shkurt publicitet dhe rikthehemi me të ftuarit e mi në studio dhe ndonjë ndryrje të avokatit. Publicitet dhe rikthehemi shumë shkurt. Pra jemi rikthyer vijojmë në emisionin në këtë pikë, një moment mjaft i rëndësishëm. Kemi 2 momente, duken shumë para dhe janë vërtet jashtëzakonisht shumë, por të formalizuara si thua, të bëra transparente. Zakonisht në këtë vendin ku jetojmë, unë nuk dua të justifikoj në mënyrë absolute këtë. Duhet të gjenden burimet nga janë nga vinë këto para e tjera, por është rast i rrallë që është formal, ka një kontratë. Të përfundojmë me avokatin apo të kalojmë një pyetje këtu them unë. Atëre Zotë Abilieka, ti i e bërë e një këtë ngjarje tani pas kaq sa orësh, po themi? Sa është, ja,
Zotëria di. A i e publikoj. Pas sa ditë? 40 orë. Çfarë është mendimi tënd për këtë kontratë? 6 milion euro në një kompani shumë të fuqishme të kompaninë më të Donald Trumpit? Politikisht mendoj paka shumë si Erlindi. Pra, politika e majmunërisë, që ajë kush ta ketë më mirë me të madhin, është më i miri në vendin e vetë, duhet marri fund. Nuk mund të paguajmë ne qimet e kokës në Shqipëri, që dalin fotografi me një lider të madh, ku nuk bindim dot shqiptarët për ofertën tonë. Dhe mendoj që pavarësisht se PD është viktim e një lobimi dhe një korrupsioni, dhe një akti si me Gonegali, për të gjitha, edhe për hetimin e Ruzim Bashës, edhe për akuzat për parat ruse e tjera, mendoj, edhe pse Berisha pretendon që është viktim e një lobimi të Sorosit për Pronongratën, nuk mendoj që rruga për të zgjidhur këtë është rruga e lobimit në shpenzimit parave për të bindur një administrat të re dhe për të thënë pastaj që shiko, ata ishin me Ramën ata tjerët, këta janë me ne kundër Ramës. Ne jemi në fund fare në raportet me një sekund, ta mbërë për. Ta hap në një mënyrë tjetër. Raportet me një vënd si Amerika, në një vënd madh, ne jemi shtet, nuk jemi parti politike. Në qoftë se sillemi si parti politike, atëherë ne jemi parë që kemi dhe fund shtetit tonë, dhe i kemi dhe në shdo vëndit në trajtoj mundësin të në trajtoj kështu. Jemi okej, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur një... Ka dhe diçka. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur një qeveri... Dhe për të mbështetur këto, ose atë, palë. E në tonë duhet avesh edhe në kontekst, po fletë për një parti politike që përmes lobimit u izolua. U izolua përmes lobimit. Dhe me qënë se u izolua përmes lobimit, mund gjende një mënyrë reagimi që nëpërmjet diplomacisë të shirohej, dhe të mos ishte më izoluar. Për shembull, pa lobuar fare bashkimi që bëri me grupin tjetër, Partia Demokratike, jo vetëm që i tha vurën, po e riktheu në Partinë Popullore Europiane, e riktheu në aktivitetet në brenda BE-s, fitoi 2-3 rezoluta ku morën pjesë edhe Partia Republikane Amerikane, apo dhe këto ishin pa lobim. Çfarë ishin këto? Duke treguar që ti pa lobim me lek, se lobim me... Ajo është diplomaci, lobim është kur kërkoj parat. Po lobimi quhet flasim për para. Pra pa paguar para. Që ka të dëna që është paguar pagesa e parë për 750.000 USD është kryer. Po pra, e tham. Po pra, shkruaj. Dhe nuk është raportuar rende burimi. Sigurt është. Raportohet atje, pra jo pranuar. Se po përpiqesh të thoja çfarë. Kontrata thot që pagesa për 3 muaj bëhet automatikisht në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate. Pra, që në qasti që është hedhur firma, presupozohet, sipas kontratës që është paguar tarifa për 3 muaj. Tani ne burimin nuk e dim, por Partia Demokratike thot që... Atëre si ka mundësi të ndalohet spaku për ta hetuar këtë gjë? Po se ky është i transakcion që ndodh Nga spaku me çfarë lidhje ka ka? Jurisdiksion, nuk ka Por ai duhet ta regjistroje. Prokuroria posaçme, ylli nuk ka jurisdiksion. Po flasim për një kompani shqiptare. Shërbim që ndodh në Amerikë. Kodi zgjedhor i Republikës Shqipërisë kërkon transparencë dhe deklarim të plotë të fondeve të partive politike. Po nuk është për zgjedhje, është lobim, nuk është për zgjedhje. Pse lidhi me zgjedhje të... Ligji shqiptar kufizon donacionet në një burim nga një burim i vetëm në shumën për 1 milion lek gjatë fushatës. Dakord. Gjatë fushatës. Dakord. Para gjatë Po jo, të mbeten. E para është gjatë fushatës. Pra, kufizimi është... Ku lidhet shërbimi me fushatën këtu, pra, kjo është çështja. Ka një pikë ku nuk lidhet dot, pavarësisht se ne nuk kuptojmë si ku ka efekt. Efekti është ligjor në shkruajnë që po që se beni për të relativizuar këtë gjë, ka relativizim duhet ajo është ligjeri i skeçaj aty me thënë të drejtën nga mënyra... Se ka marrë akoma fjalën. Jo, mos cilën fjalë se si ke ardhur këtu si avokat. Unë kisha thirë Belindin në vend tënd, po ti duket tamam Belindi s'erdi, prandaj të punë. Jo s'merdi, se erdhi të gjithëve. Okej, pra. Ndaluan të gjithë, po ti ke ardhur në vend Belindit, mirë ke bërë. Tani. Po. S'është keq bësh Jo, më jo. opozitën, po jo. Po them tani ca gjëra të tjera se ngelëm këtu. Jo, po bëj opozitën kur duhet ta bësh, ore, se ti bën qeverin shpesh dhe tani nuk bën opozitën. Po ç'a duhet bëj sot? Kë mandajti Jo, unë s'ta ndaj, unë po dëgjoj dhe po më habit. Unë se kam interes. Sepse po thua gjëra shumë... Jo, unë dyshoj. Gjërat çuditshme. Dyshoj të këtë thua. Nuk kupton. Po ta kuptosh nuk është e çuditshme. Pra unë po të them që efekti financiar... Unë një gjë e kuptoj qartë. Kur njeriu do të thotë vërtet atë që e ashtu dhe she,
Dhe kur njeriu ka një objektiv që sot flasë ndryshe. Okej, tani... Ta përcjellim avokatin përfundimisht? Se mos amërzitet dhe e kemi... Avokat? Tani po e shikoja kontratën realisht. Pra, a i zotëria është garantuesi, përfituesi det për det është vetë Partia Demokratike është palë, pra. Dhe ligji për partit politike e ndalon donacionin anonim. Do duhet që t'jepet, pra, në qofë se ka lënë bi 1 milion lek vjetra, si i themi ne, duhet bëhet në një llogari të posaçme të hapur nga partia politike. Dhe nuk bëhet me bypass pa kaluar nëpërmjet partisë politike. Është donacion mo. Tjetër është që do duhet që të deklarohet për donacionet po flet. Donacionet, çfarë themi është donacionet? Abilega. Po parat i merr. Unë kam thirrë avokatin si ajo Continental çfarë? Abilega kam thirrë avokatin si njeri me shumë, jo ju lutem. Me njeri me shumë integritet. Ai ka integritet. I cili nuk falet as te partia demokratike, as te partia socialiste. S'është donacion. Kam thirrë një avokat me shumë integritet. Tu pranoj që është donacion tani? Edhe unë kam shumë respekt për avokatin, kam dhe mik. Po çfarë është kjo? Donacion. Është dhuratë në natyrë. Po dhuratë donacion. A është durim? Ti tani të luaj me fjalën thua? Jo molla, është një gjë që është bërë shumë dhuratë donacion. S'ka para të dhëna. Po çka ka? Makarona. Parat dhëna, po ai parat po i merr, thjesht përfitimin po i merr ky, s'ka rëndësi. Parat po i merr tjetër. Kam një pyetje, te objekti që lexove. Të lidhet gjë logjika e pagesës me zgjedhjet? Se kjo është e rëndësishme. Pra, PD-ja ka lidhur një kontratë. Zgjedhjet janë pjesa e dytë. Tu ka dy element. Mos bëjmë se bëjmë kakofoni. Partia Demokratike ka lidhur një kontratë për 2 vjet me parapagim 750.000 euro, me afat të gjërë, po që s'lidhet detyrimisht me zgjedhjet 11 majt. Ne lidhim me zgjedhjet 11 majt. Unë mendoj që PD-ja... Më falë që ta mbaroj. Më falë. Po ta lem ta mbaroj avokati. Po ja përse për e parë... Ti tani po del si drejtori avokatëve. Se mua po ma habit shumë. Të lutëm. Dhe është dhe kohë fushate dhe po ma habit shumë në këtë kohë fushate. O do themi në i gjë, apo do themi në i gjë tani? Jo, do të... Po e mbarojmë do të burë. Po të... Koftisja ume që ta fusë mbaroj avokatit e tik. Avokat, çështja është që unë mendoj që kjo është sponsorizim që t'iqet non grada i Berishës dhe nuk ka lidhje me zgjedhjet 11 majt, se ylli nuk po nde as ta përfundoj. Po s'ka lidhje. Po lëre tani se kjo... Po se thot, as dikus përmendet non grada. Po nuk përmendet non grada as i vet. Si do e përmendim, ai ka 3 muaj që ta nën kupton. Si do e përmendim? Po ti tani po thua gjëra me nën kuptime, le të lexojmë ato që janë aty. 2 fjali. Atëherë, kjo çështje ka 2 element. Një është, a kemi të bëjmë me financim të huaj apo të brendshëm të rregullt apo jo sipas ligjit për partitë politike. Ky është neni 21 i ligjit që do duhet që institucionet përkatëse ta monitorojnë dhe ta vlerësojnë. Nëse do jetë në rregull, është në rregull. Unë nuk kam asnjë arsye të dyshoj që s'është në rregull deri në këtë moment. Elementi i dytë, padyshim që këtu ngrehet një pikë pyetje që do duhet të sqarohet dhe han interpretim nëse kemi të bëjmë me financim gjatë fushatës apo nuk do futet në këtë pjesë, sepse ka rastis ka koinciduar koha me fushatën. Nëse unë do isha Partia Demokratike, do e deklaroja se s'ka asgjë të keqe, ta deklaroja. S'ka asgjë, ajo është gjë publike që e din gjithë tash po. Kështu që e din gjithë se u mor vesh ata s'kishin plan ta zbulonin. As Spaku, as KQZ-ja, as tjerë nuk i marrin leja as kujt për të bërë verifikime që ata i ngarkojnë ligjit i bëjnë. Edhe mund të dalë këtë normale. Spaku i bën. Dhe del edhe s'ka asnjë vepër penale, gjithë secili shkon në shtëpi vet. Spaku i bën pasi partia do përgjigjen, po nuk besoj. Tani ne kemi 2 raste. Kemi rastin e La Civita, ku Partia Demokratike ka theksuar që nuk është lobim, po është strategjist. Kemi dhe rastin tani që është tërësisht lobim, pra është ashiqare lobim, që nuk do ishte marrë vesh, po doli se doli. Dhe tani i plasi bomba dhe në fakt ky lobim për mua është mirë filli për non gradën e Berishës. Tani unë nuk e kuptoj se si një parti politike si PD-ja paguan 6 milion euro për t'i heq, 6 milion dollar për t'i heq non gradën Sali Berishës, kur non grada politike i ka ikë Sali Berishës se Edi Rama s'po i thot më as non grada. Dhe nuk e di se si e çon, ku e çon Partia Demokratike. Parti pra pun lufton apo? Për çfarë po lufton? Po lufton për Berishën pra. A po lufton që të pastroj Berishën pra. Po rregull, ta themi pra. Po ta themi pra. Pra këtë po them pra. Po mali që ta përfundoja. Ku praktikisht parat nuk ishin ardhur asnjëherë në Shqipëri nëse e mbani mend. Dhe që u bë problem i madh. Para të çoj Basha në Amerikën, nuk është. Tani kjo para të çoj Basha i duhet. Po edhe këtu tani ti mendon që i çojnë emigrantët në Amerikë parat. Po ne çfarë do të kemi? Jo. Themi ligjërisht. Po mirë thuaj emrat e emigrantëve.
Ti thua ç'a mendoj? Ne kemi filantropin e parë. Ne dim ç'a mendoj me një tjetër. Është detyruar që deklaroj burimin. Tani unë di një gjë tani, se ne flasim për McGonigalin, nuk lëm rast pa thënë Ka të rast gjithë. korrupsion. Po ti ishte kjo kontratë, tani nuk Është rast korrupsion. Po ti ishte kjo kontratë për Edi Ramën, e kishin shqyr. Deri tani. Po ti ishte kjo kontratë, ta kishe bërë drejt. Edi Rama ka vjedhur gjithë Shqipërinë, e ka dhënë të tyre. Ore formalisht, Faris Razani da këtë vjetë. Faru Gjati. Mos këtë lënë gjema. Edi Rama ç'a s'ka bërë? Unë mos këtë lënë gjema. Edi Rama thot. Por nuk ka letra. Edi Rama e griu. Letra. Pa, akoma do bëj Edi Rama që të themi ne. Është edhe ligji për parandalimin e financimit të terrorizmit, i cili ndalon marrjen nga burime anonime të parave. Kështu që parat anonime nuk mund të pranohen. Së dyti, ligji jonë parashikon marrjen në një llogari specifike që hapet nga partia. Fondacioni më ka njeriu. Ka problem që gjitha këto do kalojnë në filtrat e institucioneve përkatëse, sepse po t'jetë shu kaq lirë. M'fal, Nuk ka marrë Partia Demokratike me shërbimin në zotin, nuk merr parat. Me shërbimin partia. Nuk ka marrë asnjë lek, merr vetëm shërbimin e lobimit, e përfiton partia. Nëse unë ta paguaj një shtëpi nga Amerika dhe ti hyn të shtëpia këtu, m'fal, ç'a dallimi ka? Nuk është shërbim, nuk është mall ajo që e marrun shtëpinë. Ndërsa këtu me shërbimin, me rezultatin e lobimit domethënë. Me rezultatin Ca blen mall, ca blen knaqësi, ca blen emër, ca blen reputacion. Tani po e rëzuam dhe avokatin. Po janë gjëra shumë të qarta, unë nuk e kuptoj pse do ngatrohen. Po na duhet e në tonë të rëzojmë dhe avokatin, e të rëzojmë mos bëjmë qesharak. Po atë mendojmë ne apo mos mendojmë? Do ndalosh. E mendojmë, po e rëzoj avokatin. Po tu kemi një shërbim, Partia Demokratike ka pranuar. Do me thënë ti po thua që Partia Demokratike ka marrë dy shërbime. Një në kompaninë e Trumpit, që është paguar parat, dhe dy i kanë paguar dhe parat. Do me thënë Partia Demokratike së shfare këtu. Ka bler lobimi. Ka bler shërbimet, i ka bler direkt shërbimet e kompanisë së Civitas. I ka bler, s'ka me të mbojtur në fare këtu. Të dukshme deri në këtë moment. Tu s'ka me të mbojtur. Politikisht unë jam totalisht kundër këtyre gjërave. Por kur flas në parim tjetër. Kemi një ligj. Nëse në parim. Ne referohemi një ligj. Nëse në parim. Zotëri vetëm po ligji është ai që thash unë, jo ai që theni ju. 100 emigrantë kanë paguar këto 6 milionë. Ka edhe ligje të tjera që zbatojnë këtë rast, jo vetëm ligji për partitë. Ke kontratë aty. Ose nga hape kontratën, më the të hap kontratën. Hape kontratën ta shikojmë. Ku i gjeti parat? Po pra, ku i gjeti? Këtë po themi vetëm. Këto barazh. Këtë mo këtë ku i gjeti ka. Ku i gjeti vetëm morale është ligjore mo. Ne flasim ligjërisht ku shkelja. Është dhe ligjore thot avokati. Është dhe ligjore. Po, ore zotri. Ligjore nuk lejohen para anonime. Audituzja e KQZ-s Neri Lika ka bërë sot një shkrim. Avokati thotë nuk lejohen paratë. Nga llogaria anonime dhe individ anonim nuk lejohen. Ka një problem. Kundër financimit të terrorizmit. Dgjoj, ka një problem. Ky është një financim që shkon në qeverinë amerikane, sepse pari qeverinë, zotri. Në një kompani për të ndikuar qeverinë amerikane. Të ndikuar qeverinë amerikane. Pra, problemi i financimit është shumë të tepër problem për amerikanët, se kush po na ndikon ne qeverinë. Problem për amerikanët me qeverinë që ka ardhur sot nuk është asgjë. Po më ne po flasim parim tani. Se u tha këtu financimi i terrorizmit. Ai mund bëj sekretar shteti dhe ai thotë më jep të gjithë metalet, i thotë atij tjetrit ndryshe. Rregull, kjo është çështje tjetër. Avokat, konkludo. Të ndajemi bashkë. Faleminderit, e mbyll avokatin, Konkludove. Faleminderit. Nuk ka lidhje fare. Kjo është ligjërisht tu s'ka si shkelje deri tani. E lëm tani këtë pjesë, atëherë ta shikojmë. Jo, se lëm ne këtë pagu që del atje dhe heton, dhe merr det të tjerë me vrapë avokatin. Duhet ta shpjegojmë pse, se po flas vetë Klod Lalën. Do flas ligjërisht. Ai kishte nga vetja apo nga spaku ato? Kush? Kur e pyeta Klod Lalën, prandaj e pyeta, ai ka nga vetja apo nga spaku? Tani do ta akuzojmë Klod Lalën. Se të dalin ata dielën aty si ushtar pa dinjitet të Edi Ramës. Kush? Për të hetuar opozitën, ata spakut. Atë kjo është skandal, kjo është përdorimi më i ndyrë. Ore, pse s'duhet të prokurorie politike për spakun? Pse flet kështu më anë? Çu sa kështu? Spaku s'po bën as. Spaku s'ka hyrë akoma. Verifikon. Spaku të dali, të thotë. Tani ti po vërtet, më fal më një minutë. Spaku s'ka hyrë. Ore, nuk ka hyrë spaku. Nuk kemi gazetarja tha, nuk kemi asnjë njoftim që spaku ka hyrë në këtë histori. Sa po tani ti gazetarja, spaku po e verifikon. Po gjëra po verifikon. Po verifikon. Po pra, sa po tha gazetarja, po verifikon. Po pra, verifikon. Të dori të tjerë për të verifikuar atë. Mos dalë asgjë. Të dori të tjerë për të verifikuar atë. Se i duhet Ramës fushat. Tani ti je një gazetar me integritet në vendin ku ne jetojmë. Po. Të bëj një pyetje shumë të thjeshtë ty. Futet dhe 300 bisedë, se s'fut fare. Këto 6 milion nga vind. Zotëri Anton. Këto gjëra hetohen pasi partia politike e cila e ka përfituar
bën deklaratën si pas ligjit, ka ligjet që... 750 janë paguar dhe nuk ka deklaratë. Po flasim për ligjin prap tani. Po. Ligji është kështu. Partia politike në fund të vitit bën deklaratën e gjitha të shpenzime, kontrata, donacione që janë ato. Ja bën KQZ-s. Pas i bën këtë deklarim, heton dhe KQZ-ja, heton dhe Spaku. Unë nuk po thënë mos hetohet. Po kur Spaku del të djelën punë, për të hetuar një gjë që nuk ka asnjë gjë, që nuk e di fare çfarë është. Dhe që nuk është shef, që nuk është në një shkelje që mund e hapur, që mund duket, atëherë... Zogaj? Qa janë këta bashkibozuk që na kanë dalë tune si prokuror special? Janë shërbëtorët e fushatës elektorale të Edi Ramës? Këto shërbëtorët e Edi Ramës, s'ka më para një 2 javësh, kanë marrë një konfirmim nga administrata e re dhe nga sekretari i shtetit Rubio, se Spaku në Shqipëri është interes Amerikan. Ata rikonfirmuan atë që ka qenë dhe më përpara. E mbajtën 2 muaj të ndaluar, kemi diskutuar këtu, dhe mendojnë se lufta kundër korrupsionit përmes Spakut dhe drejtësisë re përputhet me interesat amerikane në Shqipëri. Tani, a doni t'ja faturoni dhe Edi Ramës këtë, dhe të Rubios, faturoni, po është pas sens. Të faturojmë Ramës, kush jemi ne që ta faturojmë, dhe qatë faturojmë të Rubios, se së mëtoj. Ti ke dëgjuar nga Rubio këtë që Spaku është... Po, e dëgjova. Ku e tha Rubio këtë? Kur e tha Rubio, ose di që Rubio të këtë faturojnë në fjallë për Shqiprinë, që kush bërë sekretar shtetit? Departamenti aja është... Po ku e tha, ka thënë sekretar shtetit? Po, s'pëse qenë këtu kjo. Departamenti shtetit... Qa ka thënë? Zori një njoftim, po qekon gjithë projektet që u ndaluan nga tërë botën. Dhe qa ka thënë? Dhe në kryet 2 muajve, projekti për Spakun, mbështetja Spakut, kaloi Spaku është jetik për ne. Kaloi klasën me shënimin dhe me deklaratën që ky projekt në mbështetje të Spakut në Shqipëri është në përputhje me interesat kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Do më shumë. Tash këto janë zyrtare, kurse këto boshibozuk, këto janë epitete që i përdor ti, i përdorin njerëz. Tash gjumë. Jo, boshibozuk tash ata që dalin ashtu ditën e diel, ata i dalin ashtu ditën e diel janë sa dojë dhe shëbaja. Por mbështetja në parim e punës së institucioni dhe mënyra se si punon institucioni, nuk kanë asnjë me nga tjetrën. Po, ashtu është. Unë jam nga ata i thë po e tha Amerika do mbyll syt do idem në umner. Jo. Do i shoh çfarë bën ata. Ti po ja faturon një gjë që është në mbështetjen e SBA, se për SBA po flasim sot. Një gjë, po s'ka thënë SBA ditë aty djele SBA Edi Ramës. Çfarë pse do hyj SBA, këto janë... Unë gjykoj veprimet. Banalitete, nëse po ikim... Si banalitete? Banalitete? Është fakti, mo. Shiko, supozoj, Ylli, që juristët që kanë punuar për këto kontrata, do thënë, kanë qenë shumë të kujdesshëm për ta mbrojtur kontratën nga hetimi penal. Aq më shumë, duke pas parasysh se këto kontrata, për herë të parë po hetohen dhe nga Spaku në Shqipëri. Janë bërë lobime për shumë vite, lobimi i fundit është hetuar nga Prokuroria e Tiranës e përgjithshme. Tani kemi një Spaku po heton pjesë e hetimit i Lirmetës dhe hetimi i lobimit të tij, i lobimit që ka bën SBA. Pra tani jemi në një fazë kur Spaku heton për këto. Ka një precedent dhe ja kërkon ligji. Se si do jetë e vërteta, s'mund ta them, unë nuk them as, janë boshibozuk, as nuk them se ka shkel ligjin Partia Demokratike, se nuk i kam këto... Po çfarë duhet ditë Spaku të bënde të tymin që... Spaku ka detyrën e vetë. Po çfarë duhet ditë tymin që... Që se s'ka gjë, është detyra vetë, ashtu po heton. Se duhet Edi Ramës ta thoshte Vlorë. Me radhë. Po qërënësi ka, thot Edi Ramës. Po qatë të dalim? Po doni me Gonigarin ka marrë lekë, korupcion, thonë Shëbat, për me Gonigarin, doni njeri në punë nga Spaku për të hetuar me Gonigarin. E penit vrisë e mëndjen në një spakist për me Gonigarin. Do të ta sqarojmë pas pak se sa në keq kuptim të madh jeti dhe shumë të tjerë. Unë keq kuptim? Me Gonigal. Po, do flasë njerë... A është korupcioni pastër, mo. I pranuar nga gjykata, i pranuar vetë personi. A është një druish tre... Spaku nuk mori mundimin as ta hetoj fare, dhe sa qoj Kasbardi. Trembër i administratës amerikane që e ka... Ore, po flasim për Spaku këtu, ne me Gonigarin. Administratës amerikane... Po gjykoj Spaku këtu. Ka marrë një rushfet, në thënë, për hetuar Lulzim Bashën. Ju ja keni faturu edhe këtë Lulit, vetëm që ka Lulit, dore mja verë Sali Berishës pa tjetër. Po kush e tha këtë? Njërë si ti e kuptën.
Një si unë, apo unë po flet me mua këtu. Pa e se ti nuk... Unë po them me Goni Galis rast korrupsioni, Të them një gjë... për cilin akuzohet qeveria shqiptare, gjykata amerikane. Do flasim të njëjtin gjuhë apo do flasim gjuhë ndryshme që të mos merrem vesh? A mund të hynë temë? Po. Unë mendoj se kjo kontratë dallon në thelb nga kontratat e mëparshme që kanë bërë politikanë shqiptarë për lobbying në Amerikë. Dhe e përbashkët atyre është, sërish, ka qenë dhe është, se të gjithë këta kanë për interesa personale. Këto pastaj vishën me lafologji për interesi kryesor është personal. Shkojnë për një foto, për një shtërgim durësh, për të dukur se ne na përfill Amerika, kemi Amerikën nga pas. Dhe pastaj 35 vjeçare kjo. Kthehen dhe në Shqipëri, këtë pastaj interpretojnë, e përdorin për të kufizuar demokracitë në partitë që drejtojnë, për të rënë me top financave publiku, sepse kemi mbështetjen e Amerikës, për shpërdoruar, detyrën aty ku janë. Kjo është historia e lobimeve që në fakt, nga një pikpamje, nxjerr në një dritë keqe vetë lobingun në Amerikë, si një faqe e zezë për mendimin tim, i asaj që Amerika bën, që u jep drejt disa njerëz mbledhin para, dhe ç'a bëjnë ato, ata nuk dublojnë dot politikën shtetërore. Amerika për Shqipërinë informohet, merr informacion të plot përmes shërbimit diplomatik. Të ndihmoj pak te ky momenti? Jo, vetëm do t'jap një pas. Kjo ndodh me vende të dorës 2 ose dorës 3, siç është Bosnia, siç është Shqipëria, se nuk ndodh kjo që të lobojnë francezët apo italianët në administratë amerikane. Do kishte sens. Po Turqia është ekonomikisht, po nuk është nivel demokracie të rrafshit perëndimor. Këtë do kishte sens që Shqipëria, për shembull, vend i vogël, të lobonte në një kontekst që tashmë është i tejkaluar për pavarësinë e Kosovës. Po kjo ka tjetër kuptim. Të lobosh, domethënë, të lobosh për këto... Po pra, kjo është banale pëse? Banalitete që shohim shkruar në kontrata, por cili është thelbi? Sepse fjalët janë për të maskuar një thelb. Kjo është një kontratë rehabilitimi. E gjitha është për rehabilitim. Ka drejta bëja. Po, është drejta e tij ta bëjë. Sali Berisha ka deklaruar vetë që unë do lobojnë SBA në janar. Po dregu. Ka bërë gjithandej. Është kontratë sepse ai mendon Britani ka bërë. Ai mendon që atë është dizenjuar me lobim. Jam dakord, po them, ja është investuar dhe në Britani përmes rrugës ligjore, këtu me një kontratë lobimi për rehabilitim është drejta e tij e ligjshme për të bërë çdo përpjekje që të heqë non gratën. Kjo përpjekje e Berishës, e madhe, për cilën ai do ishte i gatshëm të pagunte edhe më shumë, kundërshton disa opinione që dëgjoj nëpër studio që ka rënë non grata. Po të kishte rënë, ai nuk lëviz. Nuk ka rënë. Jo, unë thash që parë në kontekst komplet tjetër politike. Tani këtu cili është një problem. Ta që Amerikë kemi tani ka rënë, po. Problemi është para. Për mendimin tënd, dakord. Unë për vete dhe në studion tënde, kam thënë disa herë që unë do doja që Sali Berishës t'i hiqi non gratë. Ja, kemi thënë. Kemi thënë që... Për cilat ka heqje me vendim dhe publiku dhe unë e presë që Shtetet Bashkuara të Amerikës marrin një vendim për t'i heqë non gratën duke denoncu një konspiracion, një komplot, se kështu është të investuar në Shqipëri. Atë, kjo do ishte ideale. Kështu do dilte faqe bardhë Sali Berisha që administrata Trump dhe Rubjes është sekretari i shtetit, denoncon një konspiracion, një prapaskem, ku është përfshirë George Soros, është përfshirë Blinkeni, a bëjnë dot, sepse ato janë gjallë, po ta thonë këtë, do presin pastaj kundërshtim. Është bërë dhe hetimi ku Rama dilte 14 herë gjatë hetimit dhe ata e përjashtuan nga akuza Rama ndërkohë. Kemi qenë në këtë studio kur e dyta është mund të jetë për ta heqë si falje, mund të ishte falje. Falje që lën fuqi motivacionet për cilët a shpall Saliu, por falje. Ka kontekst, falje bëhen kudo. Presidenti Amerikan aplikon, bën amnisti. Më shkruan një preç. E treta mund të ishte një... Jam Meri Lika, thotë audituse që auditoj fondet dhe pasyat financiare të partive politike. Kontrata nuk ka asnjë shkelje ligjore dhe kjo kontratë deklarohet nga subjekti politik brenda datës 31 mars 2026 sipas ligjit. Ka falë një vit.
Nga data në shkrim. Më bësman të ambaroj këtë, sepse... Se po se ata s'kanë bërë një për të vrarë vetën. Ta po thamë, ata që e kanë bërë, sigurisht i kanë marrë masat. E treta mund... Por duhet sjarojnë problemet tjera. Nga vinë këto përat, i shtek, sepse është morale. Lobingu shtyn drejt një vizite ose drejt kalimit kufirit, dhe me thëmë pa u heqë në ngrata, dhe një mënyrë kështu si kontraband, që është pa vlerë. Unë mendoj që Sali Berishës i duhet, i konvenon dhe për qëllimet e ti, për historinë e ti, një heqje e cila denoncon një intrigë. Ama, për te kësaj, duhet themi një gjë që unë që të hargjohen kaq para me administratën një partije që supozohet aleate, kjo mu më bënë shumë që di. Sepse këta gjithë thonë që ne kemi aleate, do kishte sens që ta zemë të kishte fitu Kamala Harris edhe ajo ndronë administratën ose këto që ishin, bëhet një lobbying për të ndërgjithsu ku di unë. Dhe më thënë, kaq shumë para. Kjo bjerë të keqe, për një pushtet një partija aleat, aqë më shumë që njëra nga këto zonjushët a zonjë të kësaj kompanisë lobingut, është vajza e shefit kabinetit të Trumpit. Dhe me thënë, ti pagun lek vajzës që ti thot ma mas, kjo pastaj... Që është konflikt interesi që do të tjemë. Dakord, por unë të them që do vi momenti, dhe e mbyll me këte, që gjithë kjo që po ndodh, do krijohet kontaktin me institucionet shtetërore. Deri tani, jemi jashtë institucionet. Këto lobingjet, avokati Trumpit, avokati Obamas, strategjisti, këto janë histori që në Amerikë dhe janë histori biznesi. Edhe tu avokatët të detyrë kanë, avokatët ndrojnë dhe kriminellit. Avokatët ka dhe një problem. Nuk më thot i gjë. Sepse... Momenti, e mbyllë, momenti i takimit me institucionet është momenti që jep seriozitet saj punë. Do të thot që një person zyrtar prononcohet për këtë temë që është dhe tema qëndrore... Për ta vazhdu pak ta vazhdoj pak, një sekundë se e kam në lime me zotin Preqë. Shiko, $6 milion është një vlerë goxha e madhe duke mendu që Partia Demokratike merë nga shteti si parti parlamentare 1 milion e gjys. Rreth 1 milion e 600 dollar ose euro, le të themi. Po e bëjmë një kursi. Lek. Kështu që në këtë kontekst... Në këtë kontekst i bje që t'jetë gati 4 fishi i asaj që merë. Pra, po ta shikosh në planin e përgjithshëm, thua që është ky shpenzim maramendës, i cili i nevojitet kujt. Pra, në qoftë se ka një gjë që ka pas një konspiracion për çështjen e non gradës Berishës, ky konspiracion duhet të zhbëhet me logjik, jo me para. Se me para pastaj ti po blen diçka që nuk është më e pastër moralisht. Pra, ajo mbetet po e papastër, po ti thjesht po e blen. Asaj po i vendos një çmim dhe ky çmimi që e ka 6, mund të shkojë 8, mund të shkojë 10, mund të shkojë dhe 50 milion. Dhe Berisha është gati që për lavdin e vdekjes ti politike, kujtoni që e ka nisë demokracinë si njeriu që e solli demokracinë në Shqipëri, dhe ta mbylli me turpin e non gradës, Berisha është gati të paguaj jo 6, po dhe 60 milion euro. Sepse do të paguaj lavdin e vetë, se nuk ma lehet që parë që unë ta merja dhe të dilja në një konkluzion. Tani, kjo historia, pra ndaj thash, nuk lidhet fare me zgjedhjet. Kjo lidhet personalisht me egon e personit. Dhe ne nuk e dim nëse do arrijet rehabilitimi Berishës, sepse mund të ketë edhe pagim parash, po mund të mos ketë heqje non grade prap, sepse gjasat janë, nocionet janë, që parapraket pak të deri tani, që non grada nuk do lëvizi. Kemi një deklarat sekretarit shtetit, Rubios, që sa po shpalli një tjetër tani, non grada në të njëjtat kushte. Pra, tani Berisha ose është njëri që ka bërë korupcion në Shqipëri, që ka ato që ka... Që nuk i që non grada. Jo, po them, ose është njëri... Kjo loj është me thik me dy presë, sepse nga një jam dakord me ty, që në qoftë se kjo nuk arrin gjë, konfirmon arsyet e thella të shpallës non grada që ka deklaru zyrtarisht... Po fakti që po e blenë... Kjo është një akt, një vendim që është prodhuar nga
bashkëpunimi i shumë institucioneve amerikanë. Po fakti që po e blen, do të thotë që dhe Berisha vetë e kupton që shumë e vështirë të ndodhi heqja, se po t'jetë argumentuar heqja, s'kam se paguaj para, pse duhet paguaj para unë. Aq më shumë, më falë, aq më shumë që është ndruar administrata, kemi pas një ekspansion. Po ta ketë bërë këtë një administrata që erdi tha, administrata që erdi Soros i tha, ka bërë konspiracione, ka dëmtuar politika, individet tjere. Pra tani ka ardhur një administratë ndërgjegjshme që Soros i ka krijuar probleme. Atëherë unë nuk kam nevojë të paguaj para, nëse kam arsye dhe argumentit si ti shkoj te veshi. Po pra se ka nevojë të shkoj. Po nuk ka nevojë të shkoj. Shumë i vogël. Nuk ka nevojë të shkoj te veshi. Po kështu doli lajmi që oj Yuri Kim është akoma aty. Ndërkohë, pra autori mos u merr me këto tani. Këto shlloj shpifi, jo po. Ai do flasim për drejtën e ka ty për këto që thotë. Një sekondë flasim në lëndë që pa thënë kështu për të shpjeguar për tjetër. Ka një problem. Lubonja tani, jam dakord. Po. Lubonja tha, dëgjova për dia tha, njeriu tani që shan me familje, me sera me gjithë, ai nuk e bën ky tjetri. Se tani ne duhet i themi këto gjëra. Po këtë po them. Po pra ne s'po themi tani të flasim të vërtetën thotë. Okej, po pra. Jo, unë po flas për opinionin e tjetër tani. Fakti është ky. Lobimi nuk blen gjë. Lobimi vetëm rrugën për të shkuar Tek veshi. Tek veshi. Dhe i thua që kështu është e vërteta. Po blen rrugën për të shkuar. Pastaj, se sa do ndodh, se çfarë do ndodh, nuk e blen, ai nuk e shet. Në gradën ose jo. 2 vjet do të duhen që ti shkoj te veshi, 2 vjet lobim për të shkuar te veshi, po kjo s'ka sens. Pra të bësh kontratë 2 vjeçare që ti çosh te veshi aty, ta që dalin me para. Rri logjika. Unë di lobimi nuk bëhet për të blerë, sepse po të blej lobimi është korrupsion. Jo, unë e thash është blerë. Paguan para që të bëjnë pyetje të thjeshta fare. Mbaroj edhe të bëjnë pyetje të thjeshta, po ta kuptoj edhe unë. Pagesat, si ajo e me Gonigarit, janë korrupsion për të marrë një hetim. Që bëri Rama në përmjet të tyre dhe thanë ata, e pranuar. Kjo është korrupsion, nuk mund, lobimi është tjetër çështje. Lobimi është që ti të kesh mundësin, ti paraqesësh gjithë faktet e tua, gjithë pretendimet e tua, personit që është objekti i lobimit, Trumpit, kur unë kujduan të çon ata, për një çështje të caktuar. Okej. Në qoftë se çështja e tyre është vetëm në ngradë e Berishës për 2 vjet, ata mendojnë që kjo bëhet për 2 vjet. Unë nuk e di, unë se di, unë s'jam as për doja, as kontrata se thotë saktësisht. Tani unë kam një pyetje më të përgjithshme se kjo. Anton. Ja Antoni në fillim dhe pastaj kalon. Garanton që në ngradë. Po flet këtë gjë. Kam një pyetje shumë të përgjithshme për ty sa. Shiko, unë kam qenë nga njerëzit me programin që unë bëj, që s'kam qenë absolutisht dhe ti ke qenë pjesëtar i emisionit, atë që tha dhe Preç. Edhe Preç nuk ka qenë dakord për shpalljen e Sali Berishës në Ngrada. Do të thënë mund të shpallësh sa duhesh të gjithë të vijë rada e Sali Berishës. Kjo ka ndodhur tani. Po kjo tani Shtetet Bashkuara të heqin kështu o zotri. Pa marr para avokatit Trumpit. Çfarë do të thënë kjo? Do të thënë duhet të marr disa para. Kjo si ata që lirojnë nga burgu pse? Të lirojnë nga burgu me lekë. Po e blen pra, po e blen. Po e blen. Ideja që thotë që nuk e di. Me që po flasun, me që po diskutojë për identimin, ta them unë atë? Thuaj. Pra, është kjo, që Shtetet Bashkuara të rihapin një dosje të një politikanin shqiptar me 2.4 milion banor shtet dhe ta rishurtojnë është pothuajse zero në parim. Në qoftë se ai do vinte në pushtet dhe do bëj kryeministër, do imponoj, atëherë kjo mund të rishikohej, do iqe apo jo. Por në kushtet që jemi, është zero. Dhe duke pasur dhe zgjedhjet para, mendoj që kjo kontratë është bërë që në ngradët i jetë sa më shpejt jetë mundur mundësisht para zgjedhjeve. Mund mos e bërë vetëm për në ngradën, mund të ketë një plan tjetër, po që mendoj që edhe në ngradët përfshihet. E para. E dyta është që të arrish deri atje, edhe kushtet kur je kryeministër, e ke shumë vështirë. Prandaj shtetet e vogla në përgjithësi, ose shtetet që s'kan shumë... Ta se kam përmend asnjë në ngradë, po për në ngradën është ajo që tha Denisi. Do bojnë, Emiratet e Bashkuara Arabe do bëjnë çdo vit, për atje, s'ka nevojë ata. Gjithë lobojnë këtu. Këtu lobojnë, këtu turpi është që gjithë politikanë shqiptar bëjnë këtë dini nga mëngjes deri në darkë pjesë të muzë nisen fobia është më e rrimathe, kupton? Kjo ndodh vetëm me këta. Nuk banalizohet thjesht në çështje parash kjo, se po tjetë për para paguaj Edi Rama 300 herë më shumë se Sali Berisha për atë punë. Por fakti që nuk e gjendo edhe atë linjë, dhe po ta mbani mend kur Partia Demokratike mori pajtoi Kris Lasivitën, zoti Rama tha do ta shihni surprizën ju pristi. Pra duke lënë nën kuptohet që ai do merrte një kundërpart, pra një figurë po kaq të rëndësishme
sa Kris Lasivita për fushatën e Partisë Socialiste, por nuk ndodhi. Dhe e kemi parë që duket që zoti Rama ka një bllokim me administratën e re të Shteteve Bashkuara. Dhe duket qartë që opozita nuk është më e izoluar siç ka qenë, sepse kemi rezolutat e partive popullore ku është brenda dhe Partia Republikane e Shtetet Bashkuara, disa rezoluta në mbështetje të Se takon asnjë ambasador më Klod Berishën këtu e kanë tani? Po asnjë ambasador s'ta takon më Berishën. Po si më Berisha po shkon vizita sot? Po le po çfarë po shkon, mos e shkon, nuk i shkon asnjë ambasador. Të bëj një në Evropë. Por ishte izoluar deri dje, nuk shkon asnjë ambasador, asnjë ambasador, nuk e takon. Praktikisht kryeministrin Nije, kryeministrin e pritshëm që quhet Sali Berisha, nuk e takon asnjë ambasador. Fare zero, asnjë pritje nuk është prezent. Pra zhvillojnë ambasadat. Nuk takimin e Partive Popullore të Evropës. Kjo tregon që është akoma është inkapsuluar nga statusi Demokratike është antare Partive Popullore, shkon kryetari. Po pse s'kishte... Si ishte kryetari? Pse nuk ishin ato rezolutat deri para 4-5 muajsh? Kush? Ato rezolutat që erdhen nga Partia është gjë tjetër, shteti organizata politike është diçka tjetër. Organizata politike, siç është Partia Popullore Europiane, është strukturë politike, nuk është shtet. Kurse Italia, Gjermania, Britania, Franca kanë ambasadorë që janë përfaqësues shtetit. Bëjnë këto pritje, nuk shkon Berisha. Pse? Se është inkapsuluar nga pikpamja e statusit non grata që ka. Dhe pse Rama s'po e përmend, sepse intereson mos ta përmendim më tani, sepse është në një valë tjetër. Nuk është një gjë e këndshme me përmend. Jo, po ai kishte refren, konvertoi non gratën me kënetën. Pra tani po përdor kënetën si thot më non grata. Pse e kishte më tani këto 6 milion ju si analist, si gazetar, dini të më shpjegoni mua këto 6 milion i japin emigrantët, se ne pas kemi emigrantët, nuk kemi pasur botë pastaj. Një minutë mund. Apo oligarkët. Emigrantët apo oligarkët, se po që se 6 milion i japin emigrantët, ne pas kemi emigrantët më të pasur botë. Jo, ne kemi filantrop në parë shqiptar, që quhet Nureddin, si kishte emrin, edhe emrin se mbajmë. Ky që ka vënë emrin tani. Është filantropi shqiptar, ja George Soros i shqiptar është ky tani, se kështu i bjen apo jo? Si logjik. E ka kryer 6 ditë para. S'është ky që e parat mos fondacion. Do të presja ku e njeriu që ka dhënë para. Aty në fondacion. Po tani fondacioni nëse cakton të mos të luajmë, dëgjon, unë kuptoj. Është bërë që për të bërë ironi. Nëse njeriu thot vërtetën, nuk luan me të pavërteta. Po tani është Po do të gjejnë vërtetën. Tani të dalin bën mo Carlo atje dhe Mero atje. Kush është Nureddin Seçi, ky elektricisti që ky është garantuesi. Tani nëse dalin dot te vërteta nëse do themi që ky është elektricist. Edhe ku jeni lekë. Po që është dhe qesharake ne të vërteta mund të themi që ky është garant, është aktivist, ka qenë tek shoqatat e Vatra, është futur tek Maga, edhe si një nga anëtarët e bordit të Magas ka dalë garantues. Tani çfarë do të jetë miliarder ku i dal garantues? Është aktivisti. A ka Maga ka një fond vetin, administrohet në një mënyrë tjetër që ne se dim edhe Vatra. Kur ti dim të gjëra, ne mund të themi. Po s'mund të themi ne, kur është ky, e denigrojmë personalisht njëri se ka vënë firmë. Jo, ose se edhe është i sigur bënte Sorosi 6 milion. Fal, i sigur bënte Sorosi ver llapën, të ndjerin ver llapa përfaqësues dhe garantues të Shqipërisë. Kështu është bënte. Po tani ky është si ver llapa në këtë rast. Ajo është ka marr dekorat nga Bashkia e Tropojës nga Resh Byberi, ka socialist. Po çfarë si ka kjo më burr? Ka janë këto, se fyen tjetrin mos. Unë ky tjetrin. Pse urren njeriu që firmos promerisht? Po nuk gjë më fare. Do tregon qesharake. Ky arsyetimi yt nuk është qesharake. Jo, është turbull. Është fyn ti urren njeriu që firmos promerisht. Jo, s'ka lidhje, unë thash urrëti. Nuk urren njeriu. Unë thash fyn inteligjencën time nëse besoj këtë. Ose nisemi nga premisat pa vërteta. Po jo se ai nuk ta pranon këtë dhe. A kanë shqiptarë ka biznesmen atje. Ora fyn inteligjencën time të pranoj atë tani si garant. Ka biznesmen shqiptar. Ti pranoje më unë se pranoj dot se fyn inteligjencën pranoj atë si garant, o vlla. Atë personi nuk e pranon garanti. Po duket sigur Sorosi të zgjidhte ver llapën, këtë po them. E kupton ndjerin, se është bërë ndjer. A fare themi gjë sepse pozicioni. Mos ta bajatosim bisedën. Jam dakord për një gjë që nuk është tema jonë kjo si analist. Ka institucione kush është. Po pra po. Se ne po futem po bajatos biseda pra. Jo po është ky ose është ky. Bie kjo. Tani bajatizim. Ram dakord që në fillim që ata që e kanë hartuar këtë gjë, i kanë hyrë kësaj pune, kanë
qëndë dhe Nga ana ligjore asgjë s'ka. ta përputhje me Asgjë s'ka nga ana ligjore. organet e hetimore janë në detyrën e tyre të shikojnë. Qëllimi dhe morali pret, Të dyja. për këtë po flasim. Po unë doja të thoja këtë gjë, sepse e tha dhe të mori pak më parë. Kjo, po, rrezikon një gjë që, Ylli, shumë interesante, që rrezikon që tu në Shqipëri, të shohem një ndeshje Trump versus Trump, që është qesharake, por Shqipëria tani prodhon boll nga këto. Për shembull, tha të mori, erdhi La Civita. Tani këtu, Civita është strategjisti. Skaluan Jo, do kaloj aty, se kam pyetjet posaçme për La Civita. Për ke? Jo, E kam pas pak. e kam për La Civita. Skaluan 3 javë dhe erdhi sondazhisti i Trumpit. Edhe, pra, sondazhet e sondazhistit i jepeshin strategjistit me ndërtu strategji. Qalidi, si mund barazohet një sondazhist i pajtuar nga një televizion? Sondazhisti i Trumpit, Me njeriu. ai që ishte më afërt i Trumpit, s'është po Ja, për shembull, se ne... Ose sot ka ndodhur një ngjarje se këtu po ndodh një përplasje qesharake, po bëhet Shqipëria, Trump versus Trump. Sot, për shembull, Grenell dhe pastaj djali i Donald Trumpit ka përgjigjëstruar. Ja, një deklaratë ka përgjigjëstruar këtë të Ramës. diku në mediat e Partisë Demokratike ose pra, shiko ku kemi shkuar ne. Nuk është ta më mashtu ajo. E ka përgjigjëstruar se unë e shikoj këtu, e ka marrë në platformë dhe ka postuar komplet Grenellin. Është një deklaratë që nuk është thënë asnjëherë zyrtarisht nga Partia Demokratike, është publikuar një shkrim nga një kolegë yni në një portal, i cili është marrë pastaj nga Si ata që botojnë për ty? Që thonë nga halli e nga kështu, i thonë dhe për Antonin dhe për tjetrin. Me emër, du të them këtë gjë që, shiko, këto morë, falë. Ne nuk i thresim në halli. Të gjithë marrin... Mund t'ja faturosh për des. I është faturuar për des, sepse atë ka marrë dhe politiko e Alfred Lelës, edhe prandaj... Fakti që është faturuar për des duket e vogël, që e pa përfilshme, sepse e riposton djali Trump. Fakti që Grenelli gjenë vërtalë me lek tu në bërë gjithë qeverit, tani o presh, i sërë është i ka këto të një. Po ne e dim të gjithë Grenelli kus fut hundët për marrë lek tu mu. Grenelli kus fut hundët për marrë lek. Dhe përdoret dhe keq përdoret nga gjithë politikanët. Dhe keq përdoret dhe nga Vučići, nga gjithë serbët. Ti e gati që për t'ja futur për dës, edhe me Grenellin, edhe me Vučićin, edhe me... Mosëre, mos u bëni kështu, por mos u rreni ku shqiptarin, mos u rreni shqiptar, mos u bëni me serbë ku shqiptarit kurrë. Unë dua të flas me për këtë Grenell, se të më akuzojnë pasaj kam parun për që ju drejton më kupton. Që drejton urrejtja më Ju drejton urrejtja për shqiptarin. Urreni për dënë edhe Berishën edhe kaptë. Ku të gjej integrat kundër Berishës ta fus tani. Çi ke këto më? Urrejtja, jenë të rrezitin. Po ti më ti sa po the? Sa po folet? Ka qenë njëherë më e ka prerë të parë. Sa po the një të pavërtet? E ka prerë të parë, më nuk ka qenë. Sa po the një të pavërtet për të fajzuar për dënë. Që për dëja pas ka thënë që Grenelli ka robuar kundër Ramës, pro Ramës. Kush pede? Thash që Grenelli ka përgjigjëstruar një person. Po pra kë person? Si shpjegohet? Kë person? Kë person ka përgjigjëstruar me emër Kë person për dësme? Alfred Lelës. Momentet e para... S'ka bërë Alfred Lelës, asgjë pra. Po ka përgjigjëstruar pa me emër, me gjë e Po pra se ka bërë. E tha to morë. Ti jep të drejt Grenellit për një gjë që ka gabim Grenellit. Po jap drejt, po se ti jetë... Po sa po i dhe, mon? Ke qef mu duk sikur kërqyca. Jam duke thënë që Shqipëria... Unë po të tem, hajde flasin vërtetat, kaj po të tem. Jo të gënjejmë tu. Jep drejtës sa drejtat, më thënë që nuk di ku i merë, që i thu Boshi Bozuk, spaku më shumë ato është jetë e mija, njëri serbis, jenë të reziti më. Stash njëri serbisu. Po këshote, mos merë degradën e njeriu që është pro serbis, për të futur në shqiptari i kotë. O Ylli, jam duke të thënë i gjë që bënë për shtypje. Sepse Amerikan për Amerikan, tash unë si jam as me ato, as me këto. Grenelli për e gabim. Grenelli, djalit i Donald Trumpi dhe kishtë e ripostu. Dhe më thënë, po bëhet këtu strategjisti me sondazhistin, po bëhet një gjë që sharake, po bëhet një përplasje Trump versus Trump që kryon është komike. Këte po them unë, se pastaj, a jam unë me Kosovën, a janë gjëra që janë vërtetuar... Të thash e ku me Kosovës për Kosovës, të thash. Po jo, se shkove... Mos përdorë deklarata edhe të një njëriu që... Enton, gjithsesi me... Okej, me këto shifra preç, lutem. Nuk ke tagër... U dhish nga urejtja, po Zoti Zogaj. Ti jeni moderuar me njësi... Nuk ke tagër me vu kaq epitete, kaq... Me këto shifra që dëgjojmë, Zoti Zogaj. Ato i di vetëm çabi. Me këto shifra që dëgjojmë, Zoti Zogaj. Zotërin të ftuar, me këto shifra që dëgjojmë, i bje që kemi një pozitë pasur.
Me së drejtën. Kam rekorde për... Zoti Zogaj, ta them kur. ju lutem. sjelljen dhe... Vazhdoni pastaj. Ta them kur. Ju lutem pak minuta, po. Ta them kur. A mundet të them që ne këto që dëgjojmë, një opozitë pasur kemi. Unë kisha këtu, vëndin Kushullu Preçi, para disa kosh, vajzën e Sali Berishës, dhe ajo ma pranoi që kishte edhe një donat, edhe një bleri avokati në Britani, nga Alliot Milben Berisha që i bën këtë punë po. Do t'i thot ku janë këto 500.000 pound, avokati Britanisë. Dhe humbi gjyq. Dhe humbi gjyq. Nuk e di. Këtë se di. E humbi ka vendim. Pra, po është e drejtë e madhe ti ta bëj. Dakor, Për mua është dhe një padrejtësi. Edhe për ty. Dhe për shumë. E kemi thënë shpesh. Ne nuk e kuptonim pse duhet ishte Sali Berisha. Por tani, edhe Zoga i thotë nuk duhet. E thotë se nuk duhet ishte Sali Berisha. Non grada. Por tani, këto janë momentet që duhen spjeguar e në tonë. Po pra se Sali Berisha dhe me lekë, pisë non grada vëllat, ne me kontratën ligjore. Po duhen spjeguar këto. Nga vinë këto 6 milion dollar. Si vinë, qysh vinë, tek vinë. Nga vinë këto 500.000 pound dhe tjera e tjera. Pra, jemi në këtë pozicion, këtë po diskutojmë. Ne jemi një studio të cila kemi mbrojtur gjithmonë idenë që Sali Berisha nuk duhet ishte. Nuk duhet ishte. A i shpjegimi si Po themi, tani po flasim një gjë krejtë. Ta meri liga aty, do bëj për doja në që i duhet të bëj, ose do e bëjnë ata shqiptarët që janë andej. Ligjërisht, më thoshte më shkojtë mua ekspertja, duhet deri në mars të vitit 2026. Por moralisht, dhe politikisht, do shta duhet të sjaroj tani. Po pra. Këqëzojnë që se ka si shtë avokati, duhet të ndryjet gjitha. A duhet shpenzuar të para pasaj për një lobim, apo jo, dhe kjo diskutohet. Dhe për të kemi kundërshti. Por, gjithmonë duke folur për fakte. Njërës të ndryshëm më shkruajnë, Shabani shkruajnë nga Amerika shumë, ka ndërkuar rreth 10 dhe pse s'mi lexojnë, po nuk i lexojmë dot, zoti Shaban Zmaj, po nuk i lexojmë dot se ka shumë që na vinë materiale këtu dhe nuk kemi shumë kohë, se po të lexojmë mesazhet unë, do bëjmë, ja ti propozoj këtij që kemi pronarit tu, që të bëj një emision, të më lërejoj mua të bëj një emision për lexim mesazhesh. Të hapur. Dhe unë do lexoj 300 mesazhe, 500 mesazhe. Si bashkimi. Si marri lexoj. Si bashkimi. Po, një za tjetër thotë, se ja për shembull lexohet ky mesazh ku ai thotë që nuk i lejohet spaku thotë të merret me partitë politike. Po njëri tjetër, spaku nuk ka kompetencën e saj të jetojë për partitë politike, thotë njëri. Në të drejtën e vetë, ka të drejtë sot që të doj. Jurist. Do shta është dhe jurist, e kupton, mund tjetë deri këtu problemi. Tani, kalojmë në një moment, se ne nuk e zidim do të procesë shku tani, do të shikojmë më vonë në Denis. Edhe me ndihmën e Shabanit, natyrisht. Edhe Shabanit do të na shkruhet gjitha, dhe do të kontribojë në këtë histori, ndjes si nuk e lexuam dot mesazhet. Tani, Partia Demokratike ka pompuar praninë e Laçivitas si një zgjidhje e madhe në këtë fushat, dhe këtu fillon, them unë. Edhe këtu, ndryrja e Laçivitës është e madhe, preç. Po pse këto kontakte, sigurisht Laçivita... Për të vendosur këto, se Laçivita nuk ardhë për fushat tërë. Laçivita bëri sikur erdhi për fushat, tha dhe disa fjali aty, në sheshin Skënderbek, Kube të Nën Tereza, tha disa fjali dhe iku dhe po merret me këto punë në Amerikë. Vatë të tjetrin aty, fitojnë dhe ata në një dorë lekësh, këta të tjerët. Laçivita vetë, Laçivita nuk e dim. Ja tani preç, se ty ka 100 vjetë... E ti mirë, betë, po a thonë, vazhdojnë të shkruajnë. Preç tani, ka dhe një kengë për Laçivitën, doli tani. Doli? Ka dalë kengë për Laçivitën. Kuçov. Ti punove tërë jetën tënde dhe asnjë varg nuk të shkruajtë. Shkruajtë vargje të panumur, të embushe për botë gjithë. As kengë, libre ke shkruajtur, shumë libra. As një kengë për ty, as një gjë. Ja dëgjoje, sa po doli, erdi Laçivita, vetëm 20 sekonda, ja dëgjoje kengën. Ke kengë për Laçivitën. O po në Kuçov, këtu tek pisha, vjen doktor Sali Berisha. O doktor Berisha, ore ndrini lat, ata dy gishtari. E po shkrepi djeli, shkrepi drita, se shna djela Civita. O doktor Berisha, ore ndrini lat, ata dy gishtari. E po në gjithë djeli more shkrepi drita, o shna djela Civita. O doktor Berisha, ngrini lat ata dy gishtari.
tani preq me këtë popullat që kemi ne, si me ndonë ti, edhe drama, Besari Berisha s'kam për vdekur kur, dhe kur s'kam për të rënë nga kali. Shikon si mbin kenga këtu, ja si e me ndonë të këti. Shikon ti keng, ke dëgjuar që të lindë kenga me njerë, më ti kur s'ke patur shpejtësi të shkruar vjersha vetë, me këtë shpejtësi që është ngritur kjo keng. Tani ta pëjde në formë pyetje, se ju qesh njëre, po. Kjo ka ndodhë për fat keq në Shqipëri, kjo idolatria e kapos e baraktarit, e mbretit, e sekretarit pare, Nëse se ato gratë me Ramën e ka për cilë Po dhe për Ramën më pa fund me ke keng. ka për cilë Tani doli kjo më, po për Ramën mund t'i shpardije. unë them kështu që Kush po eq më? gratë më që ndoni për një qast Adi nga Koloja më duket Maliq. Jo në Kolonjë nuk i bëjnë. Maliq. Nuk kanë rjedhur shumë. Nga gjithë zona jota. kjo të regon Kanal të gjëm të Film këngë duke si them që Shqipëria nuk ndryshon fare Nuk në shumë. kur i shoh mendoni një qast a mund ndodhi kjo në një vend fqi. Unë mendoj që njerëzit janë të lirë, se disa bëjnë edhe për konformizëm, fitojnë një gjë, edhe në këtë rast gjithmonë paguën dhe lek. Na bëj këngë, i thonë njëri tjetrit. Po ky Lacivita përveç këngës. Ca e bëjnë? Unë them që paguar sot. liderit nuk duhet i lejojnë këtë. Për Cilët supozohet lider më ata, lideri i shkruan i mbajnë në shtëpi, edhe Sali Berisha dhe drama dhe të gjithë. për supozohet Ore kishte këngë për Fatmir Mediun ka, për Tom Doshin. Disa presupozohet këngë, resht, shiko, për të gjithë më. presupozohet ti the Nardnogën. ti the për mua. Kam parë për Nardnogën. S'ke qellu, të I betohem. shkruan dhe vetaj tekstit. Po ylli, ti the për mua. Edhe të betohem kam Prito, të prit. një ditëlindje. Ja dhe se më thë për mua. Edhe të gjej njërin që u ngrit aty të bëj këngë dhe për mua. Unë u turpnova. Me të ndërsi ishte Ti edhe le ta banat. kesh një këngë se nuk t'i gjen gjë. Jo, për lere më Dhe se të mbetet me një këngë aty që... Unë them që ata që janë lider, që presupozohen që janë më të ndriquar, duhet i dekurajojnë këto. Se këto janë... Aman më thonë përsërit e këngën, se është shumë e madhe. Përsëri këngën në regjia. Fute këngën prap. Regjia se mos na zhduket këngën më burr. O po në kuqov, këtu tek pisha, vjen doktor Sali Berisha. O doktor Berisha, o e ngrini lat ata dy gishtari. E po shkrepi djeli, shkrepi drita, si e shna djela si vita. O doktor Berisha, o e ngrini lat ata dy gishtari. E po në gjithë djeli more shkrepi drita, o shna djela si vita. O doktor Berisha, ngrini lat ata dy gishtari. Ashtu është paraqitur Lacivita. Lefteri duhet ta ketë bërë tekstin se isha aty në fillim. Këtë lloj tekstit fort. E ka dhe zonën e vetë, është kandidat i zonës, e gjithë dhe ka bërë dhe fjalët. Sepse Maliki ishte ulur aty. Nga mënyra se si ishte organizuar vargu, duket i kishte dorë. Tani, Jo e stilit. Lacivita si paguhet, mendoni ju tani, sa paguhet, sa e pyetën eksponent të PD-s, madje dhe vetë Berisha deklarojnë që do të bëhet transparente, por asnjë transparencë nuk është bërë. Në kohën e dur do bëhet kjo. Kur mund të bëhet, thoni ju? Kur e ka detyrimin ligjor, pra? Detyrim ligjor, thuaj. Të erdi kënga aty tani? Tani kënga vinë plot gjëra çat temën shkreti tani. Do me thënë, ende nuk e dim. Kemi një Është paraqitur. parti që flet nga mëngjes deri në darkë për varfërinë. Si qytetimtar, edhe qytetari atje thotë, ky që e nga i madhi, ashtu është prezantuar. Tani më dua nga 5 fjalë se do ta mbyllim, Jo, një sekundë vetëm. Kjo punë e financimeve për fushatë dhe në fushatë dhe marrjes së tyre, në fakt do të ndryshuar ligji, se nuk marrim rastin e Lacivitës, po marrim rast tjetër. Shpenzimet shumë të mëdha mund të deklarojnë në fund vitit, po efektin e kanë bërë ndërkohë në zgjedhje. Po krijoj një pabarazit jashtëzakonshme në zgjedhje. Dhe këto duhet të ketë një deklarim të menjëhershëm sa u bën kontratë. Parakoshëm. Sa bëhet kontrata deklarohet mos të ketë Jetë para veprus, le të themi, jo? për të lloj financimi për të ndryshuar ligji, sepse këto efektin e kanë. E zënë se Partia Demokratike fiton zgjedhjet tani, në fund vitit bëhet bilanci, del diçka, nuk e jeton njeriu ose s'ka dëm i bërë ndërkohë. Madje unë kam një mendim Efekti është bërë. $6 milion, $6 milion që janë hedhë për këtë çështjen e lobimit, po të ishin hedhë për zgjedhje, pra për konceptim, për fushate, për gjitha, do jep një rendiment zgjedhje, po me sa kuptoj,
PD-ja s'ka qëllim fitoj zgjedhjet, prandaj thash që qëllimi është pastrohet figura Berishës, jo të fitohen zgjedhjet. Sepse zgjedhjet me sa duket dhe vetë Berisha e ka kuptuar që s'do i Marrë si vitën për zgjedhjet, pra? Dhe ka vënë vetëm kapele, se kaq. Se ka paguar për si vitën. Se kur do e shohim ndikimin e strategjistit nuk dihet. Shiko si ndodh. Bëhet atje kontrata. Deri tani vetëm kapele kemi pa. Bën në 7 prill, nuk e të kur bën. 7 prill është bërë apo? 4 prill. 4 prill. Kjo lobimi. Po, lobimi 4 prill. Edhe u publikua me njerë, për një javë, për 2 javë u publikua. Se ka detyrim departamentin drejtësisë nuk të lejë. Sa është paguar? Jo, për efektin politik. Nësa për lasi vitën, se me qish me ty. është bërë kontrata, po nuk është publikuar. Dakor. Ndjekim atë shumë, u thjesht fare. Unë nuk kam dyshim që, sidomos për ta që në Amerikë, herë këta nuk lëvizin gramin, sepse në Amerikë, sistemi i taksave të atimeve, sigur grami, jo milioni, po grami të lëvizi të fusin aty ku nuk ke fare diskutim, fare. Dhe shiko, në këtë kuptim, nga pikpamja ligjore, në Amerikë nuk lëviz gjë, se ata e din shumë mirë këtë punë. Çështja është efekti politik që po prodhohet. Tani kanë marrë një strategjistë që ne nuk e dim sa do paguhet, po që s'do paguhet pak, të e mendojmë të gjithë, se ai nuk hyn te peshat e lehta të kësaj pune. Aq më shumë që siç tham dhe këtu, është interlokutori për të krijuar dhe këtë hapësirën tjetër për lobimin ekstra, le të themi. Kështu që në këtë kuptim, Partisë Demokratike nuk është se po i ndrit në yll në strategji. Berisha këtë strategji ka ndjek dhe vetë, pa nevojën e asistencës amerikane. Qa po bën Berisha ndryshe, nuk dihet asgjë. Dhe thjesht, po ditet po ke kompleksi që ne kemi këta amerikanët me vete. Ky duhet të shmontuar kompleks se është shumë i rënd nga pikpamja. Po e këtë amerikanëve bëjnë gjithë, se bëjnë vetëm Berisha e gjithë. Amerikanët i kanë patur tani ideja që amerikanët. Dikush më shkruan që është miku i emisionit dhe Nazvica, që unë nuk bëra, realisht nuk bëra sarkazm, nuk duhet justifikohem me një thënie tuaj, ju kishit drejt, por unë e kam më të gjerë akoma opinionin për këtë. Unë edhe më shumë se kaq, unë jam i bindur që e ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e ka Spaku, e ka drejtësia, e ka kush e ka. Problemi është më i thjeshtë se kaq. Unë shpesh kam thënë që një mekanizëm i krijuar rishtas nuk i zgjidh dot problemet shqiptare, që Spaku e gjithë. Ju jeni një dashamirës e emisionit, keni shkruar, ju jam përgjigjur e gjithë dhe unë nuk kisha asnjë lloj sarkazme të mos, nuk duhet justifikohem, më dikë që është miku i emisionit dhe e kam për obligim t'ja them këtë gjë. Domethënë, nuk ka lidhje me humorin apo me sarkazmin kjo gjë. Ka lidhje me çfarë ne bëjmë në vendin ku jetojmë, që shpesh bëhemi qesharak, sidomos me raportin që kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku të pjellet të mbjellë nga politika, vrapojnë me të gjithë fuqinë. Me njerëz të pushtetshëm dhe të fortë. Të bëjmë fotografi bëjmë fotografi të ishen këtu dhe të na ishesin ne si vlera. Ta në ndajnë vetëm 2 javë nga zgjedhjet. Është një raport problematikë, kjo në shtrim reflektohet edhe në këngët. Reflektohet pastaj të gjithë jeta politike dhe sociale. Tani kemi një moment të në ndajnë vetëm 2 javë që të ikim tani nga kjo pjesë, në proces do të kemi gjera si temi, vetëm 2 javë nga zgjedhjet. Me nga 3 fjalë se cili si ju duket fushata, ka ndonjë risi këtë herë, apo e njëjta këngë dhe e njëjta gjë që shohim vitet të tëra. Denis me radhë. Okej, unë mendoj që nuk kemi fushatë si fushatat e tjera, ndjehet shumë pak polemika midis llogoreve dhe palëve, më shumë duket sikur ka një luftë të brendshme që zjen midis kandidatëve, sidomos në pësoj që duhet jetë një luftë shumë e ashpër për të zënë ato vendet që pretendojnë ata në listën e hapur, po edhe në Partinë Demokratike besoj që duhet jetë po e njëjta luftë, edhe pse nga perceptimi im, po edhe nga kontaktet që kam me miqa apo njerëz në Partinë Demokratike, ka një lloj vaksie, sidomos në Tiranë, ku është edhe... Vetëm me pak fjale, se cili... Po them këtë gjë që, ndryshe nga gjithë proceset e tjera zgjedhore, nuk kemi konfrontimin metaforike, konfrontimin politik midis palëve, pra po ta vesh re, duket sikur si fare as para 2 javë para zgjedhjeve, s'ka atmosferë fare, është një lloj vaksie që është e çuditshme, se në të gjitha vitet e tjera kemi ndjerë. Kështu që në këtë kuptim duket sikur edhe rezultati në një farë mënyrë është paracaktuar, përveç se nuk dim se çfarë vendi do zënë partitë e reja. Vetëm kjo është pikpyetja. Se kjo është pikpyetja, Tomori? Unë shoh 2 fushata në fakt, shoh fushatën e kryeministrit i cili
i cili ka bërë disa gafa që për një politikan për mendimin tim janë pa falshme, por ndoshta zoti Rama mendon se ka avantazh thellë. Kam idenë që janë të qëllimshme një pjesë. Mund ta ketë të luks, që nga ajo thënia e Qyryk, atje në takimin e Dibrës, që nga ajo batuta që bëri për fëmijët autik, për të cilën kërkojnë ndjes për atë. Kërkojnë ndjes, po pra, po janë përgjithsisht janë gafa që një politikani nuk i falen, sidomos Perëndim. Ndërsa shofi fushat tjetër të Partisë Demokratike, e cila është përqendruar e gjitha tek ekonomia. Po mos premton pak si sudja, apo jo? Për shiko, në fakt, ky është një debat tjetër nëse se ne do donim gjithë të kishim rroga nga 10.000 euro, të kishim pensionet nga 5.000 euro e gjithë. Por, unë këtu shoh dorën e Lasividës dhe kjo ndoshta e bën edhe atë fushatën që duket më pak. Dorë e Lasividës këtu. Është për smarrje, jo për të dhënë. Jo, po ta shikosh i gjithë mesazhi i Partisë Demokratike. Dorë e Lasividës është e madhe, me thënë drejtën. Okej. Dorën madhe mund ta ketë ai, po them, po flas, po shoh dorën e Lasividës fushatë. Shumë pra nuk kemi një Berish që sulmon, që bën, por premton. 5 fjalë ti 5. Mu më duke në tërsi, me ca nuancat vogla, janë fotokopjet e fushatëve të mëparshme, Rama është fokusuar të batutat, të këto gjetjet, Partia Demokratike duke qenë opozit në të 3 fushatët e mëparshme ka qenë fokusuar të programe, se sfinon edhe 2021 e 2017, por në thelb janë fushatët të ngjashme, fushatët njëjta që nuk është se tërheqin, si propozojnë në një frym 3. Unë kam këtë mendim, fjalia e fundit, që kjo fushat do jetë fushata e fundit pa treja dhe fushata e fundit e tranzicionit në Shqipëri. Presim dhe shpresojmë presh, po ti ke gjithmonë shpresë cilën unë nuk e kam. Më vjen keq. Më vjen shumë keq për këte, por nuk e kam këtë lloj shpresë që ti ke. Është më të rronë që ne që pas 2013 kemi pas 2 fushatë, 2017-2021 dhe këtë radhë. Një fushatë të PD-s që prezanton programin me shpresën se programin do ta çojë në fitore dhe të Edi Ramës, i cili merret kryesisht me stigmatizimin e kundërshtarit, me batuta, me pjesë jashtë fushatës për ta hequr vëmendjen nga fushata, nga zgjedhjet, nga llogaridhënia e tjerë. Dhe këtë po bën edhe këtë radhë. Një pjesë e tyre gafave në fakt e vërtetë kanë penalizuar, por një pjesë e tyre kanë qenë të zgjedhura pa e ditur që ndoshta mund ta penalizonin. Janë të zgjedhura edhe për ta ndihmuar sepse duke patur dalë nga tema. Specifikën që ne kemi. Gjithmonë të dalë nga tema. Ndryshimi këtë radhë, i vetëm ndryshim këtë radhë është që ky amerikani Lasivita është bërë temë me debatit, sepse gjithmonë ka pasur tu amerikano-izraelit, për shembull, që kanë bërë fushatat, siç ishin 2021 nga 2 palët, por asnjëherë s'janë përmendur strategjistët për efektin që kanë pasur. Ka pasur gjithmonë Rama ka pasur Fleckensteinin që edhe amerikanë. Ka edhe izraelit. Pra, kështu që izraelit, pra gjithmonë ka pasur, por është herë e parë që një strategjist fushate është bërë pjesë e debatit. Dhe kjo është për shkak të pozicionit tip politik në Shtetet e Bashkuara. Se është Peshera? Atëherë, ndërruar të shikues, kjo ishte pjesa e parë emisionit tonë për mbrëmjen e sotme. U përpoqim që të thoshim diçka, ju e dini. Nëse kjo ka ndodhur vërtet ose jo, e lëm në gjykimin tuaj. Në pas publicitetit, ne do të jemi me Vasil Lajon, kandidat për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Më mirë themi në Sarandë, ku përpiqet të thithë Partia Socialiste për një pjesë të rëndësishme edhe të minoriteteve. Dhe Lajo është afër këtij komuniteti, por edhe më shumë se kaq. Ju do ta ndiqni atë, ne u përpoqim të bënim bashkë me gazetarën e tjerë të bënim një bisedë interesante dhe ju do ta ndiqni, do të përpiqemi ta bëjmë të tillë, domethënë, dhe ju do ta ndiqni atë me pas publicitetit. Publicitet, rikthehemi.